Ja, mirëmëngjesi. Pra bashkë në zgjoh po deshe. Ora është në 7:01 minutë. 7:01 minutë. Franci, mirëmëngjes Mikaela. Si na i kopi 1 minutë çiparna. Mirëmëngjes vajza, si jeni sot? Shumë mirë jemi. Në fakt po binte shashe. shi sot në mëngjes. Ca pika shiu. Ran mbi qelç, jo. Dhe unë për ty nuk ndjeva mall. Ideja është që nuk është se do bie shi sot, do ta dëgjoj motin pak më vonë Ada, po Do ketë me pak çfarë shi sot, unë do ketë ishte pak shi. thjesht ca pika kështu të vogla që do binin gjatë Mirë, ditës. të shtohen pak, po vetëm sa për të na lar makinën, jo për të na bërë qull gjatë gjithë rrugës. Por ama një nga gjërat më të bukura që unë dua gjatë periudhës së pranverës është kur bie shiu dhe ti ndjen atë aromën e tokës që lëshon atë është kundërmimin e vet karakteristike. pranveror, karakteristike shumë e bukur, interesante, e ndjeshme dhe ty të bëhet të jetosh më shumë se sa do doje të jetoje në stint. Sa me pasion ke folur për erën e dheut, nuk e di. Shiko, pëlqente kaq shumë. kënaqësitë e vogla janë ato të mëdha në jetë në Ada. Njëra prej tyre është kjo gjë. Edhe duhet i presësh, se janë të përkohshme dhe janë momentale. Po, e vërtetë. Njësoj sikur vjen vapa Sa filozofiku bëm që në hapje të Zehet toka dhe programit. duhet bjerë shi që të ndjesh atë aromën. Siç më pëlqen mua për shembull që ta shijoj më shumë kafen e mëngjesit në një filxhan sesa në këto gotat e kartonit. Më duket sikur ndryshon totalisht shija. E ndryshon, kjo është e Përshëndetje, vërtetë. gota Edhe unë kartonit. po e mendoja në fakt që të merja në një filxhan edhe Dhe ta sa mirë pija. që e gjeta, sa mirë që e gjeta. Mirëmëngjes gjithëve nga zgjohu po Deshe Deshe. 104.6 në Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Do jemi bashkë deri në orën 9:30 si çdo ditë nga e hëna në të premte me rubrikat tona shumë interesante sot. Ne jemi në studio, shpëtuam nga shiu, por për ata që do jenë në rrugës dhe ndoshta mund ta kenë bezdis shiun, pa merak se kemi rubrika tepër të këndshme. Kemi si çdo ditë motin dhe trafikun, që është e padiskutueshme. Kemi festën e ditës me të cilën do gëzojmë që të gjithë. Në fakt më shumë gëzojmë me atë këngën e festës së ditës se sa me festën në vetvete. Festa janë në fakt. Por falenderojmë shumë nga kënga. Kemi sigurisht një temë të cilën do e diskutojmë me njëri tjetrin dhe me një të ftuar. Është momenti ta themi temën apo e lëm për moment Se dytë? jo, po e themi. Po e Është temë themi. shumë e bukur, Është është normale normale të mos duash të dalësh çdo çdo fundjavë. fundjavë, se na është bërë kështu si kusht tani. Të paktën kur Që duhet futesh me në dal. Instagram e shikon gjithë që janë duke bërë diçka, Bëjnë super ose jashtë jetë në Tirane, Instagram. po, ose janë duke bërë shopping diku, ose janë buzdetit e ti thua ore sa lek kanë shqiptarët dhe ankohen kot. Ose kanë edhe nga ato fotot e vjetra që i hedhin her Ore pas shiko here. se ke Po, datë mund ta bëjnë edhe variantin atë. tjetër që i photoshopojnë, no? Janë thjesht në shtëpi marrin foton e një vendi dhe photoshopojnë veten, Tani por me i këtë- diskutojmë më vonë këto. Nuk merret vesh çfarë është reale dhe çfarë është e stisur në këtë botën Reale e është sotme që me kemi thënë të drejtën. rubrikën e librit Franc. Kjo po që është reale. Po, do flasim për letërsi dhe për libra të mirë edhe sot në këtë të enjte të datës 5 mars, por ne do lidhemi dhe me Prishtinën sot vajza, kemi ditën tonë të lidhemi me ditën andej për te kufirit natyral në Një fakt. sekond se unë akoma po Andej protestoja për te, 5 sa mars, më i thash pëlqen. prit 5 mars jemi në Sa është sot? 5 Po mars. 5, e ngatuam edhe datën ndonjëherë. Është data 5 dhe jemi në mars. Mikaela përshëndro. Okej. Jam me Nuk ju. jemi në qershor. Okay. Do kemi trendet Po. Trendet e ndryshme, momentit. Po, trendet e momentit, do kemi travel news patjetër si çdo ditë Po srim na e pa udhëtuar një çik kështu me imagjinat. me imagjinat. Po, Srim mirë. dot. Ç'a kemi tjetër? Kemi Qa mikun kemi e tjetër? përhershëm të programit, Bujarin, që Po. unë me zi e pres në fakt, ai që na Bujari. tregon trafikun sipas stilit të tij, edhe varet nga do ta kemi sot në cili vendi i Shqipërisë. Kureshtar jam edhe unë, deri në moment fundit asun se di se nga Po, do po, jetë po. bujari. Gjithë surpriza ditës së jemi. Sotme. Varet si a jep sa thot Alon e parë. Barsaletat i tham që do t'i kemi I apo tham, jo? i tham. Ah, po, Kam përshtypjen që i patjetër. përmendëm të gjitha. Është një ditë e ngjeshur, kështu që qëndroni në shoqërinë tonë, bëjmë rrugën për në punë bashk, edhe për pjesën tjetër që na ndjek nga shtëpia, jeni në shoqërinë e Zgjohu po deshe 104.6 në Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. E nisim me muzikë, edhe këngët i kemi shumë të mira. Do ta nisim me muzikë dhe rikthehemi pas pak në Mirëmëngjes. studio. Mirëmëngjes. Rihanna, Rihanna, my motor. SNM. Kur bënte këngë dhe i bënte të bukura. Kjo ka qenë periudha Tani, më e bukur e Rihanës, edhe këngët i kishte me ngjyra, edhe ku di unë. Rihanna Mund të është nga kërceheshin, mund të këndoheshin. ato artiste që gjithsesi disi ka eksperimentuar me muzikën e vet, po edhe me anën vizuale të videoklipeve, këtë po mendoja që të paktën kishin një farë mendimi
ose kam pasur gjithmonë një farë mendimi të gjitha videoklipet e këtyre njerëzve andej. Pak mendje. E vrisin mendje. Edhe ne kemi filluar në formën e tyre dhe ka guxuar shumë. Pastaj u bë me fëmijë dhe u mblodh ndryshe u shkëput një çik nga muzika. Ndërkohë ne jemi gati të njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare deri të dendura. Reshjet e shiut me intensitet të ulët pritet të bëhen prezente në mëngjes, fillimisht në veri të vendit e gradualisht do të shtrihen në pjesën tjetër të vendit. Hera herës këto reshje parashikohen të jenë në formën e shtrëngatave të izoluara, kryesisht në veri lindje dhe në lindje të vendit. Pas orës së mesditës, reshjet e shiut me intensitet të ulët lokalizohen vetëm në zonat malore. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje veri perëndim me një shpejtësi mesatare 10 metër për sekond. Dalemi pak edhe tek temperaturat e qyteteve kryesore. Shkodra zgjot me temperatura 6 deri në 11 gradë Celsius, Tirana 4 deri në 17 gradë Celsius, Piri 6 deri në 18 gradë Celsius, Berati 5 deri në 18 gradë Celsius dhe Saranda 9 deri në 14 gradë Celsius. Shkurtimisht u njoh me parashikimin e motit për datën 5 mars. Po, pra. Dove Roma. Ma perché non lo dici tu la Roma? Perché io non lo so. Ma devi sapere, devi cercare, oddio. Çfarë seksi. Ma dai, Franz. Ju kanë zi lidhe vet italianët. Francesco, në fakt mua përgjithsisht më kanë thënë me shumë emra, Francesco ka qenë një ndër këto emra që më kanë. Po është triste kështu. Këta shokët e fëmiris, Francesco, Cescu, Franco. Me shaka besoj. Franco, po, se për ndryshe do theresh, do zihesh. Bëj shaka, shumë mirë. Shumë i ëmbël për sot, Franz Kasapi. Me rësisht i ëmbël. Bill the Butcher është një person. Elem Franz Kasapin, kalojmë te bujar taksisti. Po, tash është momenti të dëgjojmë bujarin. I ëmbël shumë është ai bujari, kushdo qoftë. Ja ta dëgjojmë. Los dos, los tres. Hapet e shkretën. Erdhë bujori me dhomë tërfikun, erdhë bujori me dhomë tërfikun. Ija kum pararam tararararam. Mirëmëngjes me muzikë me aheng, hajde. Po jeta është Çka gabova kire? Asi gjos gabova kime pse duhet me bona i gjova ki për me qenë kështu i lumtur, për me qenë pozitiv, po nuk zgjohemi të gjithë kështu bujar, me aheng Tirana. Zgjoni me ahengun e shpirtit tuaj, me gjonat tuaja, me familjet tuaja, hajt pra ditë marr. Gëzuar vit në ri po. Imagjino ti bën dasmave bujari. Kur një mëngjes të thjeshtë ka kështu. Vajza si jeni këtë sot më mirë? Mirë. Çfarë bëhet në gjoh, si jeni zgjuar, si e keni hapat synin? Atë menjen. Kemi hapo, ja dolo. O bujar, mos më thuaj që të shpish kasetofonin dhe fillon këndon vetë makinë për klient. E dizi o puna, unë ja ul vetë zonin kasetofonit për me gnu vetë. Se na herë ai që gno aty ke kasetofonit e ngatrohet. Po pra po, e gnoj unë aty, po përgjithsisht unë gnoj muzikën tonë këtu popullore tradicionale. Ka një kështu trend nëpër botë me taksistët që bëjnë dhe karaoke me klientët e tyre në makinë. Ta bëjë edhe në emision jo më. Tashi nga Menoti se kanë marrë ata këtë treni. Nga ty. Nga Menoti, pa. Ç'dhure. Ç'a thutire? O pararoj, bujar taksisti, o pararoj e këtyre treneve që bëhen kështu për botën e kështu me radhë. A kuptoti? Kërkoj të drejtat e autorit pra. Ja, jena në proces kështu ligjor me i bo këto gjonat, me i morë këto drejtat tona, me morë na i paremi, se po normal, pa aty është e gjitha. Është trungu gjoja. O bujar, po ç'a playlist e ke? Domethënë ç'a këngësh këndon aty në makinë me klientët? Ku ti thu playlist ime? List. Çfarë katalog këngësh? Çfarë repertori keni bujar? Repertor të ndryshëm, me thonë drejtën, po unë m'pëlqej që për shembull nëse domethënë po mbyllë që ka të xhami në burr. Na fut gjithë shumë mrena. O jom tu fol, o robo, mbyllë pra. Pusho aty të shikot. Tash ideja ishte kjo që unë përgjithsisht bëj i gjotë till. Për shembull që në mujt caktum zgjedh i zonë caktume për me e vendos aty ke muzika ime. Tani në Mars për shembull. Tani jom ke këto muzikat greke. Jo, ore. Po. Çfarë thua? Po s'na nisë me këngë greke. E po tash unë e kom për klientët të ekskluzive ajo. Mendova Artolia Tosca, Merita Halili, ke parasysh këto këngë Tiranë? Ti ke menuar shumë mirë, po puna është që mua m'pëlqen me çe kështu befasus.
Jo, për shembull ti meno që do. Dhe ja ke dal. Pra. Ja ke dal pa merak fare. Mbi të gjitha stina mu. Me qefe kisha bërë një rrugë me ty me këtë këngë në sko. Se dim tekstin. Gjitha ta që jonë të shku më matin në këto momente ose më Selanik ose më Jani Caj, përshnesim. Përshnesim vërtet, po. Rrugë të mbarë të Po mirë, gjithëve. po ku e kishim këtë kur kërkoni mathinën te modi një javë vresh, nuk e di domethënë. Se e majmen që e kërkota ai çuni, Do kemi ndonjë këngë për Romën, është sigurt. Duhet një javë që. Është e sigurt. E ku mja proesti si, pos na kanë aqinza flazilashi fama kip shikimu. Jo. Lene të shik. Mos në cysnim shumë se unë jom poliglot. Je poliglot. Nga natyra, po. Poliglot i kemi na. Jom poliglot shumë nga natyra. Po, ishte kjo gjoja me honën, a pat këtë gjojë me honën? Ishte hona pra, hona. A dini unë se ç'a duhet me bokur ona kështu? Duhet të qethesh. Jo. Presësh flokët. Duhet me dal aty ke dritarja ose ke caraca. Caraca i thonë? Caraca. Ku di që unë më Se ke akoma caraci? Po kom. S'm ka ardhur. Tiranë së vjetër. Nuk ka ardhur. Si jo? Qegla, bra, pa ke qegla aty. Ta tha klienti mrapa, që ka Tiranë së dhej. O ki shoku im i ngusht tu. E përshnesim me atë. Ene me dal aty e me thon kështu. Hon e re. Un dola ti s'mpe. Duhet me përsërit disa herë. Hon e re, un dola ti s'mpe. Hon. Po me i bo përshtypje honës pra? Hon e re, un dola. E çfarë ndodh pastaj? Merr hona me të mira, po, merr hona me të mira. Zjatesh energjitë vetë. Zjatesh 2 cm. Kujdes sotëre se o tura shihen o kujdes me këtë me trafikun. Se rreshka shumë lëvizje, Ka i fil lëvizje sot. Tash unë s'po them për këto zonat, për shembull këto Zogujzie, Vasil Shallu. Mirë, Bujar, do na thuash vetëm trafikun në lagjet e vjetra të Tiranës. Ku do me ditim, ke Selvia. Përmendi ndonjë lagje. Po patë mundsi. Atje ke rruga Dibër, soi fije ngarkush me thon drejtën. S'ke fal se Tiranë më shumë Shmangeni, keni pas shmonga të zonën aty që delen e ke zona e spitaleve, këte ke Bryli, nuk e di më, nuk ke ku hudha të kokrën e mollës kur e mendo. Shumë, keq me thon drejtën. Bulevardin e keni fije lirshën, sa pa fillu me u liru, me u shtrëngu kjo. Tani do liroj apo do shtrëngu? Prit, le mos i ndërhyj. Do ta gjej. Me u shtrëngu, se shkoj rob në punë. Futet kam shumë asaj mollës pa i zoti. Ai ke pikafën sot. E kam pi. Pi edhe një të dytë Bujar. O, e treta kjo që kam pi, unë çojm që në kafë. Po kish dorë nga kafja pra. O Jaro, para se ti kesh në një pyetje komun Lele. Hajde. A do i rrisni çmimet tash që do rritet nafta? Nafta u rrit, çmimet jo rrit, unë do ta rris në çmimin atyre që i mor kështu Kalikixhi, që jo vetëm atyre me taksi. A jep ta rësysh. Okej. E ja kështu. Me çek domethënë. Po, kujdesur e udhtoni. Me buzëqeshje sa as çekun. Avash. Vështirë shumë. Udhtoni me qetësim e dashuri se kanë ardhur kohë të vështira, me thon drejtën edhe për punën e çmimeve, edhe për punën e trafikut. Bujar, shumë faleminderit. S'po të pengojmë më, edhe ti ke ditë gjatë për punë të mbar për sot. Hajde sa më mirë. Hajde paçi me Bujarin, paçi me Jarin. Hajde, se e kena pa. Ka bërë një Bujar këtu më. E kena pa. Hajde, e kena pa. Hajde, paçi. Si duket e pas kanë për vetë janë poliglot të gjithë, pas kanë edhe këto përbashkët. Po. Ai thot poliglot, po vetëm greqisht di. Po ka varet si mendon. Mos e ngacmove ti. Nga që dëgjon atë poli. Mos e ngacmove. Poli pra greqisht. Shqip edhe greqisht. Bujarë di se poliglot i thonë që je shumë i mirë fizikisht. Je po ke shumë muskuj, hajde. Je i shëndetshëm. Personazh ishte edhe. Atëherë le t'japim disa të dhëna reale për trafikun, edhe pse nuk ishte shumë larg realitetit Bujari. Ka filluar i gjen. Gjithmonë i gjen. Po e gjen se shikon që bie 2 pika shi, thos si njëjtën gjë si unë edhe ai se s'ka ku shkon, a kupton. Si ti vërtet në taksi. Rruga e Durrësit është me radhë automjetesh dhe lëvizje me ritëm të ulët drejt qendrës. Unaza e madhe ka fluks të madh qarkullimi dhe segmente me ndalesa të shkurtra. Rruga e Kavajës si gjithmonë me volum të lartë makinash dhe ecje të ngadaltë në disa pjesë. Rruga e Dibrës me qarkullim të dendur në drejtim të kinostudios. Rruga e Elbasanit me lëvizje të ngadalësuar dhe zogu i zi, siç e kemi thënë, me fluks të lartë qarkullimi.
21 dhjetori, smenesh aty. si gjithmonë dhe kryqëzimi Ngarkuar. Vasil Shantos i ngarkuar dhe me ndalesa të shpeshta. 2 pika shiu të bien aty direkt bllokohet Po e trafik. kanë në Tiranë, të bie 1 pikë shi thonë, mos. Hajde dalim me makinë, çfarë do bëj? Kam hall mos shkri rrugës. Sheqeri. Të lutem, më bli një bukë patjetër, po marr makinën. Dhe ne që sa nxorëm bicikletën. Ora ka bukrën e vet edhe të dalësh në shi me një çadër edhe të ecësh dhe thjesht ta shijosh ose Shumë romantik nuk e përballoj dot. E po tani duhet ta përballosh tani që është pranverë. Një lëvizje e shkurtër, okay, Po po kur nëse është ves, patjetër, po nëse është Po ves po them nëse është një ves e bukur e qetë, lirshme pranverore. Shiko, do ta shijonin Francë nëse nuk do t'i kishim rrugët me gropa dhe do krijoshin ato pellgjet me ujë, pluq, që të lagën edhe edhe ai tingulli ka të bukur në vetë më na. Ka, po, sidomos kur merr ato pamundur të mërzitet. Kambalet plastike. Ose kur ti shikon për shembull që bie ndonjë gjethe kështu dhe ndjek me sy. Shiko, kam një ide. Pse nuk merr mikrofonin dhe dil jashtë në edhe lidhemi para video goti. Do ishte e bukur. Dhe ti ndërkohë numëro gjethet që bie. Nëse shihni dikë vërdall duke ecur në shi dhe duke kërcyer në shi nëpër rrugët e Tiranës. I'm singing in the rain. Pa, jam unë. Po, mund të dalim ta bëjmë këtë gjë. Por tani është momenti që të dëgjojmë një këngë dhe ta shijojmë shiun edhe ta të kërcejmë vetëm ne. Kërcejmë mbi tavolinë, po ju nuk shikoni gjë. Hajde kërcejna mbi tavolina, mirëmëngjes të gjithëve. This is how we do. Çu e bojnë na? Si kena bënë më? Kinashna sidomos me festën e ditës. Vezi po e prisja. Erdhi momenti, ë? 3, 2, 1, festa e ditës. Tani shumë të bukur për të gjithë njerëzit që e duan kineman, i duan filmat, sot është dita e filmave të vjetër, gëzuar ditën e filmave të vjetër, ata filmat Bardezi? Po, filmat Bardezi, se përgjithsisht ashtu kanë qenë. Keni ju ndonjë film preferuar, qoftë shqiptar, qoftë të huaj, që është i vjetër dhe që nuk lodheni se e pari prapë dhe kështu me radhë? Shtigje lufta. I bukur është, po, patjetër, nëse flasim për kinema shqiptare, Tana. unë besoj se po filmi vjetër? Po, i vjetër, nga të parë apo jo kujtim, po. Po. Filmi 53-shit në mos gaboj. Ose është i pari fare? Diçka. Konfirmon kujtimi. Konfirmon. Juria vendosi. Sa mirë që të kemi. Shumë të bukur. Ka shumë filma shqiptar që janë vërtet shumë të mirë edhe për kohën kur janë realizuar. Un kam disa nga regjisorët e mi të preferuar, Viktor Gjikën, Dimitra Anagnostin, patjetër edhe shumë të tjerë që me kineman e tyre të bukur janë bërë pavdekshëm për breza e breza të tërë. Kështu që gëzuar ditën e filmave të vjetër, It's a Wonderful Life është një film shumë i bukur që gëzuar edhe të frymëzojnë këto regjisorët e rinj. Është vërtet kjo që thua ti. Të bëjnë filma që të vazhdojnë të rezistojnë kohës, siç ne përmendim tani këto. Po bëhen filma. Po prodhohet, po pas një viti harrojmë çfarë janë. Muhabet tjetër ai pastaj, çështje tjetër. Gëzuar me Po, muzikë, nuk ka fest pa muzikë dhe dëgjojmë këtë jingle-in tonë. Festa e ditës. E kujti duhet një arsye për të festuar. Ne jo njërë qartazi. Qartazi jo. Festojmë çdo gjë. Tani përpara se t'ju them këtë festën tjetër, doni ndonjë gjë me të ngrënë. Sa është kur ora kemi për thënë ndonjëherë jona? Mirë është për të ngrënë tani, 7:30 po shkon. Ma përktheni pak National Cheese Doodle Day. Cheese doodle. Po janë ato Djathra me në formë. formë kështu. Le të fillojmë ta kërkojmë. Në formë kështu. I keni parasysh ato djathra? Si s'kan ardhur në Shqipëri akoma këto gjëra. Apo që bëhen edhe patatina dhe kështu me radhë. Dodle. Është thjesht po forma pritore e mua më dolën këto. Po këto janë patatina. Patatina. Po e pra patatina, këtë po them. Po ne kemi bërë namin fëmijë me këto. Po nuk po e themi Ai pra Janë akoma. Ma e Vasil 3 nga këto, 3 copë domethënë, jo patatina, 3 copë. 3 fije. Hajti të tjerë. Hape një pako dhe mbaj ta kesh për herën tjetër. Kur kemi qenë fëmijë kemi ngrënë shumë. Edhe momenti më i bukur është kur të bëheshin gishtat me atë plurin që kanë ato dhe filloi i lëpije pastaj. Ajo ishte momenti Ajo më i ishte bukur arsye për të festuar. Gëzuar ju të gjithë që i doni këto patatina me muzikë. Shumë patatina. Festa e ditës. Festa e ditës. Ajo, të duhej shamia Francë. E nise performancën, po, që doj të shamia. Kemi ndonjë facolet, ndonjë gjë këtu vërdall? National Slam dhe Jo. që nga dhe dita e këtyre më i kundër, domethënë Slam the Scam Day.
Slam the scam. Po, të këtyre njerëzve është, mo, që njerëzit që të hakerojnë Që të dhe që të mashtrojnë. marrin këto. Kjo është pak më vonë në fakt, e nxorëm shumë shpejt këtë. S'ka gjë, Oh mund no, të e flasim për zbuluam të. një festë. Por e bukur është edhe ajo se do ta themi dhe atë se është një festë me shumë domethënie. Slam scam. Slam Njerëzit the që Scam Day, domethënë ditë të vjedhin të dhënat si. të vjedhin të dhënat edhe kështu me radhë Thursday of Consumer Protection Week, domethënë është java që mbrohet konsumatori, kjo njihet si festë zyrtare, java e parë e marsit. Kështu festa që e të keni gjithëve. kujdes në për këto, ne para disa ditësh e diskutuam në një nga temat tona këtu në zgjohë po deshe se sa e rëndësishme është që të jemi të mbrojtur sa i takon kur navigoni nëpër internet edhe bëni këto kërkimet Po, tuaja. dhe i dham ca këshilla dhe një Po. mini udhërofyes se Po, si duhet të po. sillemi në rrjetet sociale dhe çdo gjë tjetër. Dhe tani ajo që doli mbrapa në LED është dita e ndërgjegjësimit për Por ajo nuk çrregullimin del më. disociativ të identitetit. E dini Edhe se një çfarë herë të është kjo? lutem se ishte shumë intelektuale për ne, nuk e e kam. ndërgjegjësimit për çrregullimin disociativ të identitetit njihet në terminologjinë si thua psikologjiko-mjekësore kjo gjëja, e atyre Libro. njerëzve që kanë disa personalitete. Atyre që okay. thonë nuk isha unë, ishte Patricia. Po, bravo, Patricia është në fakt nga Filmi. Split. Split. James McAvoy, një nga filmat më të bukur. Film të fantastik, Më të bukur. shumë Që i për bukur. mendimin tim ai duhet Duhet parë, ripare, duhet të ripare. merrte Oscar për atë sepse ka bërë një super performancë. 11 karaktere, mos fantastik. gaboj. Ose 13. 20 e ca, 13. 13. Bravo i qoftë. Kështu që kjo është ditë që përdoret për të rritur ndërgjegjësimin rreth kësaj që quhet çrregullimi Edhe- disociativ të identitetit. Do bëj një batutë tani po. Jo, ideja që feston me shumë njerëz kur ke dikë të tillë. Çfarë të madhe se. Do të Ka thënë shumë ata personalitete ky person. Po. Domethënë do të ftosh një person të tillë që e di që e ka këtë diagnozë dhe vuan nga kjo gjë Dhe dhe thua bën disa sillat të festa. duhurin, i thua sillat të duhurin, mos marrë me të gjithë. Okej, nuk ka fest pa muzikë, e dëgjojmë. Pak duhet ta dëgjojmë disa herë këtë. Po. Festa party. Yay! Me këtë epokën që po jetojmë ne sot janë shumë të shpeshta smundje të tilla, njerëzit. Çrregullime të tilla mendore, po. Janë, me thënë drejtën, shëndeti mendor Bipolariteti është edhe më i shpesh. Po hajde Shumë, dy, po kur ke vërtet. shumë Po hasim, po e Shumë i rëndësishme është që shpeshtë. këta njerëz të diagnostikohen edhe të trajtohen. Sepse marrin të tjerët në qaf, pastaj. po, të rriten ndërgjegjësimin e Kemi prandaj ndonjë themi festë tjetër, Franz? Jo, nuk E kemi. mbyllim festë. me këtë, Me këtë ta shpikim një fest. Nga ata çfarë feste sugjeron ti? Që të festojnë ata për te oqeanit. Një fest me të ngrënë, me të pirë. Me çfarë duash me ti gjithmonë e Çfarë gjen. të duash? Festa e këtyre janë të zot, duhet të them gjëra idiote. Janë ca kukulla që ju jepen qenushve që bëjnë fiq-fiq. Ah, po. Nuk e di si quhen. Festa Si e quhen ato? tyre. Ndonjë E ndihmë fiq-fiqeve. andi? Me fiqfiqeve, shumë bukur. S'kemi ndihmë. Fiq, Ka fiq. ndihmë nga publiku. Fiq-fiq. Po mirë, pra, gëzuar. Ta Ose mbyllim me festa e këtë festë. fiqve. Hajde. E mbyllim më mirë me këtë fest. Festa e ditës. Okej. Arsye. Festa e ditës. Mezi po pres të bëhet meme dhe kjo. E mbyllëm me festa Festa. dhe e vazhdojmë me quizin e ditës Gjeje ku. Sot do t'rregojmë shumë e mirë, quizi është tepër i lehtë. Ju të gjithë e keni përgjigjen e këtij quizi, por mua më duhet të ndjek rregullat, të bëj pyetjen dhe të jap edhe alternativat. Vëmendje. Cili qytet ka më shumë biçikleta se sa makina? Berlin, Amsterdam, Paris apo Copenhagen? Edhe një herë, me zyshën. Cili qytet ka më shumë biçikleta se makina? Berlin, Amsterdam, Paris apo Copenhagen? Që nga gjitha qytete europiane, në Deja vu fakt. ky quizi. U them prit. Është një quiz i ri, kam qenë unë këtu, e kam dëgjuar unë këtë, a Është jam i ri, këtu? është i ri, A është po, ky është i ri. realiteti prit të A pickoj kam veten? unë bicikletë? Jam. Ndoshta nga që di përgjigjen edhe të duket sikur e ke dëgjuar më Tani, parë. një Mund të ishte edhe Shkodra mendje- pjesë e listës. Po mund të ishte. Jo. Një mendje kam edhe unë, po Vetëm gjithsesi- një mendje ke? Një mendje kam. Është qytet evropian, nuk kishte Është si ti. shumë afër nesh, shumë afër, do të thënë direkte. Sa del nga Tirana?
Sa kalon Sa shkon bicikleta. Sa kalon Petrelën. E keni direkt aty djathtas, kështu që e keni 068 40 63 423 dhe po ashtu Instagrami i Premium Channel. Presim përgjigjet tuaja dhe fituesi do të shpërblet me një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Mundësi për të testuar diku këtë fundjavë. Jo vetëm në Instagramin e Premium Channel, E të takon ty ajo, ta lë gjithmonë ty. por mund të shkruani për përgjigjen e saktë ose për atë që ju mendoni se është e sakta në Instagramin tim personal, Te Instagrami ti personal, filloni çoni edhe në një ankesë, të shohim si do i menaxhoj ky. Jo vetëm këto përgjigjet e kuizit. Gjithsesi, unë do të ti përcjell ty. Do të çojë reagimin e parë kur i lexon. Okay, mirë, në rregull. Atë moment thua. Reagimi. Oh. No, ankesa. Do të prit e pas kanë seriozisht këta tu të çankojnë. Unë do t'i them dërgoja një Mikaelës, do t'ju shkruaj edhe adresën tënde të Instagramit. Do ju çosh profilin ti. Do t'ju çoj profilin, do t'ju them. Faleminderit. Nuk jam unë përgjegjës për këtë. Shoqëria që dua. Shoku Miti i ka të caktuara ato që duhet të punojë. Shoku Miti ka shku ke halla. Ke stacioni trenit. Aha, ty mund t'i dërgosh. Shkëputëm. Çuni dha, çuni. Shkëputemi me një muzikë dhe rikthehemi me të tjera. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjesi. 7:39 minuta. Dhe zyrtarisht pa një vesh. Pse nuk dëgjon? Se merdhja i mirëmëngjesi jot kështu. Po. I majti gjithmonë. I majti. Do bëjmë si do bëjmë. Do bëjmë si do bëjmë dhe Po do ta hajde me bëjmë. këto që na ndodhen, u dëtojmë diku themon. Sepse tani është momenti që ne flasim për Travel News. Ku jemi me vajza, ku do na dëgjon Mikaela, na dëgjon. Do doja të bërtisja, po nuk do të tromb njerëzit. Pse? Sepse mjaftojnë dy. Të dëgjoj, po. Alo. Ku do na E çoni njeh këtë sot? personazhin, po. Cili ishte, nuk e mora. S'kaq. Askush nuk ishte po çrëndsi ka kjo. Tani ku do të çoj unë sot? Unë hoqa dorë nga këto udhëtimet e mia imagjinare, jo Bali, jo. Më në fund, Islam, Mikaela. Po thash diçka më të prekshme. Mirë. E hoqa dhe fiksimin tim me Spanjën. Okej. Jemi në Itali sot? Po ti të Jemi në gjitha Itali. E gjeta. Të gjitha këto me gjoba i kishe, këto lajmet e fundit ashtu i ke të gjitha, pas. po. Edhe sot ashtu. Me nerva i ka dhe lajmet. Pak po. pra. Pak po. Unë e bëj që t'ju përgatis juve, more, mos keni të papritura në të tim po. Drejt. Forcojmë Mos karakterin. mos mirë njohës. Shi edhe ta kuzhon. Vazhdojmë. Do flas për një fshat italian, Santa Maddalena, që sërish është me kufizime. E kanë kufizuar Madalena. Maddalena jo, por është kufizuar hyrja pranë kishës ikonike që ndodhet në këtë fshat. Një nga pamjet më të famshme të Alpeve Dolomite në Itali është kisha e vogël në Santa Maddalena, e cila po përballet me një fluks të madh turistësh të nxitur nga rrjetet sociale si gjithmonë. A nuk të duket pak se ajo kisha në theth? Shumë e ngjashme. Unë nuk kam qenë në theth, e kam parë edhe nuk kam atë, qenë. por që ka çfarë një farë keni ngjashmëri humbur. sepse janë Alpe të dyja Santa sigurisht. Maddalena na vjen shumë keq, po duhet vizitojmë thethin një herë, pastaj drejtohemi jo, për për të këtë ke kthyer. drejt. Shohim një Shumë e thethin, pastaj ngjashme. Bukur. E tillë do i është vi pamja. radha Santa Maddalenës. Për të mbrojtur peizazhin dhe jetën e komunitetit lokal, autoritetet kanë vendosur kufizime për hyrjen në zonat përreth kishës. Vizitorët tashmë duhet përdorin shtigjet përcaktuara dhe disa hapësira janë mbyllur për fotografitë pa kontrolluara. Banorët thonë se masat synojnë të ruajnë qetësinë e fshatit dhe të mbrojnë natyrën, ndërsa Santa Maddalena mbetet një nga destinacionet më të fotografuara në Europë. Tani ideja është që këtu ka shumë banor nga këto banor 2500 ka aty, nuk është se ka shumë, me thënë drejtë. 2500. Po, Goxha paska. po ndërkohë turistët janë tipologjia hit and run, pra nga këto turistë që shkojnë qëndrojnë një orë për të bërë 2-3 foto, nuk është janë turistë që qëndrojnë të konsumojnë diçka, pra mund të ndihmojnë ekonominë e fshatit. Nga turistët Bëjnë ato dy fotot. Turist me tangëri që bëjnë, mirë, hajde. S'ka zara këtu. Turist me bukë me vete, nga këto që vinë dhe tek ne. Po, Backpackers, po. Trende kjo dynja, si marr vesh për këto Tani një gjë turizmit. tjetër që kanë menduar të bëjnë autoritetet është rritja e tarifës së parkimit. Për momentin kushton vetëm 4 euro, po duke qenë edhe vend i vogël, megjithatë fluks makinash, mendojnë se me 400 rritjen euro. e çmimit Jo. të parkimit ndoshta mund të ulet pak Po kota fluksi. kohën e 10.000 lekë kemi ndërmi. 15.000 lekë në dërmi. Por mos të them se pagova dje. Ç'është kjo 4 euro? Domethënë, më mirë të shkosh ta lesh në Santa Maddalena makinën të vish në dërmi, e kupton? Se ke keq. Po, më. Po me Nga keqja çfarë do të bësh? Reduktojmë kostot. Po, është super reduktim. Të mendosh të bësh atë rrugën, pastaj me anije. Më mirë do bësh se më shijon, s'ka ku shkoni. dhe shijon. Pa merak fare.
Kështu, ë? Edhe një info të vogël, në të gjithë rajonin e Trento Alto Adige, ku ndodhen Dolomitet, janë regjistruar mbi 34 milion vizitor, një shifër që vazhdon dhe është gjithmonë në rritje. Dolomitet ka qenë një nga destinacionet për vetëm 34 milion vizitor. Një nga destinacionet më të frekuentuara vitin që lan pas nga shqiptarët. Po. Janë bërë gjithë skiator. Edhe ndoshta preferoj natyrën, Mikael. Sa mirë. Jo, kjo është shumë e mirë. Nuk i lë njerëzit jetojnë, po kanë dëshirë me gozë. Ua, po sa mirë tashmë. Bravo, bravo ju. ju. Është momenti që Mikaela dhe Neada flasin me njëra tjetrën. Bëjmë një dorë mohabet. Dhe unë jam kështu. Ja vlen për ato fotot e Instagramit, ja vlen totalisht. Këtu jo, këtu ti harrosh fotot e Instagramit. Ska këtu, po një drek do e hashti? Pajdashe ka ti? A ka zog fshati atje më në motë? Jo ti pyes. A keni ju pajdashe? Mirë, tani nga Santa Maddalena. Maddalena, nga Italia unë do t'ju çoj. Në fakt nuk do t'ju çoj se është do t'ju jap një lajm që është vështirë të shkohet atje tani. Nuk do t'ju çoj se s'kam lek, po. Unë nuk do t'ju çoj, po në fakt po mendoj rëndika që shkoj vet ka ju. Po. Si ta keni? Rëndika ideja dhe dëshira. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, United States of America, që me këtë Thank you USA. You are my best friend. You are my best friend. E çfarë po ndodh në fakt, s'po i hy kësaj situatës politike, Jo, mos i hy. Ai që tha do t'i ve kufizim e Spanjës se kësaj asaj ka bërë diçka. Nëse. Po ç'na duhet ne me ta? Nuk e kam me ty se na dëgjon. Turistët janë gjithmonë më tepër në ulje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo se s'kan qejf të shkojnë. Por sepse ata i kanë shtrënguar shumë masat dhe këto kritere. Si do Amerika, jo se do turistë. Unë Amerikës do kur të vetë. Këto kritere që duhet. Kam një bilet për ty. Këto kritere që duhet të plotësosh për të shkuar në Amerikë, për të plotësuar vizën edhe kështu me radhë. Por shqyrtojnë në fakt autoritetet atje rregulla të reja që mund të kërkojnë më shumë se sa disa të dhëna personale për udhëtarët që planifikojnë të vizitojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një propozimi të publikuar në dhjetor nga US Customs and Border Protection, aplikantët për këtë sistemin e vizave mund të detyrohen të japin informacion më të detajuar gjatë aplikimit, që do të thotë, ti duhet të deklarosh të gjitha rrjetet sociale që ke përdorur për 5 vitet e fundit, numrat e telefonit që ke përdorur për 5 vitet e fundit, adresat e emailit, madje mund të pyesin edhe për emrat korrekt, siç i kanë në për mjetet e identifikimit dhe adresat e familjarëve të tutë ngushtë. Kjo tregon pastaj që jemi totalisht kanë qenë edhe tek aplikimi i parë. Dhe datat e lindjes, po, të për tyre. llotarinë amerikane po thua. Jo për llotarinë, për vizat. Jo për llotarinë, për vizat. Po. Dhe me këtë bëhet një pyetje. Me këtë shtrëngimin e masave, që supozohet tani do shkojë më gjatë edhe aplikimi dhe më i komplikuar, llogarit që më përpara me masat e lehta me Demek, ai aplikimi të shkonte ja 45 minuta, sepse kishte të dhëna pafund dhe kërkonin të prindërve, të gjyshërve. Mirë, ato 5 faqet e fundit ishin thjesht po ose jo. Ishin thjesht no, po gjithsesi. Rregulla strikte për të ditur çdo gjë për ty. Është rritur edhe tarifa. Dhe ti i thuan, fal, po nuk i keni këto informacione për mua? Mendoj që po. Ti Amerika, po ti duhet të dish. Do ta Franc Bregu je ti. I bën test atyre. Shiko çfarë thotë, se propozimi parashikon edhe mundësinë që autoritetet të kërkojnë një selfie të detyrueshme dhe të mbledhin të dhëna shtesë biometrike, si skanime të irisit apo të dhëna të tjera identifikuese. Pra ata kanë qejf të bëjnë një selfie me ne, po thua. E kanë. Thua se si kanë. Shenjën e gishtave. Kështu që ju e dini, njerëz po të doni të hyni detit me këmbë, tër këto të dhëna jep janë Amerikës edhe ikni. Edhe tarifa është rritur ndjeshëm në krahasim me çfarë ka qenë. Po pra, është bërë për aplikimin e vizës, diku te $500, $500-600 diçka e tillë. Ka 100.000 lekë, i bie me tonat, ka 100.000 lekë. Po gjithsesi dy fishi asaj çfarë ka qenë. Po. Kështu që unë zyrtarisht ju them që nuk ndihmoj më askënd për të bërë aplikimin e vizës, të më falenderojnë sërish ato që kanë ndihmuar dhe kanë marrë vizën. Po. Por mund të ikim në një vend të paktën me mendje që nuk kanë nevojë për rregulla edhe masa të tilla, edhe viza pafund, por që ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e historisë së botës. Hiroshima dhe ishulli Miyajima. I cili ka traditë, art dhe natyrë. Çfarë do të gjeni ju duke udhëtuar atje? Një udhëtim në Hiroshima shpesh nis në ishullin Miyajima, ku drerët enden lirshëm dhe ndodhet faltoria Itsukushima, e famshme për portën e saj të kuqetori, që duket sikur noton mbi ujë gjatë baticës së lartë. Për të gjirit, vizitorët mund të eksplorojnë Muzeun e Artit Shimose, një kompleks bashkohor me galeri shumë ngjyrshe që mund të riformohet sipas ekspozitave. Si thonë ata për shembull këtu, takohemi Ketori.
Ketori. I shpallur muzeu më i bukur në botë në çmimet Prix Versailles, ai ekspozon koleksione kukullash japoneze dhe punime qelçi Art Nouveau. Udhtimi vazhdon drejt qytetit të Hiroshimës, ku stacioni i Hiroshimës shërben si portë hyrëse për rajonin Setouchi, me dyqane dhe restorante që ofrojnë shije lokale të detit dhe agrumeve. Nga këtu udhëtarët mund të vazhdojnë lehtësisht eksplorimin me tren, autobus apo tramvaj. Nëse e dini historinë, jam e bindur që e dini, po e them që ka qenë një pikë kulmore edhe shumë e rëndësishme gjatë luftës së dytë botërore, ku është hedhur edhe bomba atomike, e cila la pas shumë të vrarë, diku te 140.000 persona humbën jetën, jo vetëm për shkak të bombës, po edhe rrezatimit që ajo pati. Por këto janë nga ato vendet ku asgjë nuk i dal, as lufta, edhe rimëkëma shumë shpejt, dhe sot është jo vetëm simboli paqes, po edhe një qytet shumë modern. Dhe me sa duket po bëhet një nga atraksionet, një nga destinacionet më të preferuara edhe nga turistët për shkak edhe asaj që ka për të ofruar. Do donit të shkonit në Hiroshima? Patjetër që po. Të kisha ezauruar një këto vende Nagasaki. Japonia është gjithmonë shumë grish se si natyrë, si vend që të fton gjithmonë për të parë jo vetëm Hiroshimën, po dhe qytetet të tjera dhe zonat të tjera. Tani apo? Unë nuk po halitem. Se u çmeritua nga informacioni jot. Po na kupton njëri. Faleminderit shumë për të. Njerëzit që thonë se ikën këta. Kam gjithmonë një mirakandje për të folur për Japoninë edhe kështu me radhë. Mirë, më pëlqen që keni filluar ti përdorni këto. Edhe pse vend e pa vend, po gjithsesi. Ishim në Santa Maddalena, Hiroshima dhe nuk shkuam dot në Amerikë, po, dhe nuk në Hiroshima. Tani është momenti që ne të dëgjojmë prapë një këngë dhe kthehemi pas pak. Mirëmëngjes. 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 Jemi pra bashkë të tre, shumë të lumtur. E di si më duket sikur do rifillonim edhe një herë, do thoya si jeni zgjuar sot edhe kështu. Okej, le të fillojmë me motin pra. Jo. Moti sa do të jetë i mirë. Le të mos ikim prapë në Amerikë. Trafiku nuk do të jetë i mirë. Mos doni dhe Travel News? Jo, kemi edhe gjëra tjera për të folur. Jemi në pjesën e dytë të programit ku jemi me temën e ditës. Në fakt ne e bëm një prezantim në hyrje, por tani është momenti që të rrahim mendimet me njëri tjetrin. Ti le datojmë më mirë më. Në thonjza. A është normale të mos duash të dalësh çdo fundjavë? Pse vjen kjo pyetje? Kam përshtypjen vjen kjo pyetje sepse kohët e fundit po ndjejmë atë presionin gjithmonë më shumë nga rrjetet sociale, kur ty të duket sikur nuk je duke bërë mjaftueshëm dhe të tjerët janë gjithmonë një hap para, edhe kur argëtohen. Dhe një nga momentet kur njerëzit janë shumë aktiv, nëse nuk janë aktiv duke postuar gjatë javës, është fundjava. Duke nisur nga e premtja, e shtuna dhe e diela, duhet të jetë full me postime, plot me postime, ose duke shijuar jetën e natës, ose duke vizituar një qytet diku në Shqipëri, një me familjen, një udhtim, patjetër ajo dritarja e avionit, s'ka se si të mungoj aty. Ajo fotoja duke fjetur gjumë. Dhe ti mendon, a janë të vërteta të gjitha këto ndonjëherë se ka shumë njerëz të cilët janë në shtëpi, janë duke marrë kohë për veten e tyre se mund të kenë qenë në punë gjatë gjithë javës, kanë qenë të lodhur, kanë angazhime familjare, thjesht nuk duan. Ka njerëz që janë introvertë dhe nuk ju pëlqen të harxojnë energjinë e tyre jashtë me të tjerët. Ka edhe shumë studime në fakt që e mbështesin këtë, që diku te 45% e njerëzve nuk kanë dëshirë të dalin, por duan të rrinë në shtëpi. Ju si mendoni dhe çfarë bëni në fundjavë? Dhe 1% afërt janë njerëzit introvertë që vendosin mos të dalin. Jo vetëm se duan të qëndrojnë në shtëpi, po thjesht nuk duan të socializohen. Është fare e thjeshtë. Shiko, unë mendova se ne këtë pyetje ne kishim zgjedhur për temë ditën nga që po përtojmë me dal pak vet, dhe ta normalizonim dhe për të tjerët, po pas ka qenë më e thellë se kaq. Po edhe kjo qëndron, Mikaela. Qëndron. Të ngushëllohemi edhe ne me faktin që nuk jemi të vetmit, që nuk preferojmë që për ta normalizuar, për të justifikuar veten. Nuk ka asgjë të keqe të rish le të bëjmë një program të tërë për këtë. Diçka mendoj unë tani, mua më duket totalisht e natyrshme që ti një fundjavë, mbas edhe të gjitha fundjavët e muajit tënd, të zgjedhësh që ti kalosh siç të do kokra e qefit, pa u përfshirë me njerëzit dhe kështu me radhë. Kjo gjëja që ti na sapo the që njerëzit domethënë sikur ndjen një far presioni nga rrjetet sociale që të gjithë të tjerët janë duke bërë diçka dhe ti nuk je duke bërë diçka, mua më duket një gënjeshtër shumë e madhe që lidhet dhe është kthyer në një far sindrome me botën e teknologjisë së sotme,
Kur në fakt mua më duket totalisht normale dhe shumë e natyrshme që pas një jave që ti e ke kaluar në punë, të zgjedhësh për veten tënde të bësh një aktivitet të marrësh kohën tënde për të rifituar energji. Po, që në fakt nuk është fare aktivitet, duhet standardizuar dhe mendësia dhe mentaliteti dhe mendimi që ti thjesht po pushon pa bër as edhe një lloj gjëje. Po ndoshta kjo vjen edhe nga fakti që ti mund të ndihesh i gjykuar nga njerëzit që të rrethojnë, pra nga kolegët, nëse vjen të hënë në punë edhe dikush të pyet, "Hey, si kaloi fundjavën, ç'a bëre?" Ti direkt mendon, ti them të vërtetën që s'bëra asgjë, apo duhet të sajoj diçka sikur un kam një jetë shumë të gjallë dhe bëj aktivitete, se ndryshe reagimi mund të jetë është edhe kjo që shikon në rrjetet sociale dikë që ka dalë, ka shkuar në një vend të ri në kryeqytet, në një bar, në një restorant apo kudo qoftë, ua, sa bukur këtu, që nga shumë këndshëm dhe fundjavën tjetër thua ti, prit ta provoj edhe unë. Dhe ja u detyrove dole nga kjo zona jote e komfortit. Ndërkohë kur shkon aty, ka ndryshuar komplet koncepti dhe i të dalës në këndvështrimin tim, sepse nëse dikur kishe një grup njerëzish që argëtoheshin, bisedonin, qeshnin, pinin, kërcenin, kalonin kohë me njëri tjetrin, tani ke tavolina të heshtura kryesisht, i ke të gjithë me telefon, të gjithë duke u munduar për të kapur atë foton perfekte dhe vetëm kaq. Mua më pëlqen që ti alternoj të dyja. Personalisht nuk kam një shoqe që i pëlqen të dalë çdo fundjavë, edhe është i vetmi person që më shkruan për të dalë, sidomos darkave. Dhe ndonjëherë nuk dua. Edhe ndoshta mund ta mërzis sepse unë e shoqëroj vazhdimisht, po unë vlerësoj shumë edhe qëndrimin në shtëpi, kohën për veten tënde, sepse fundja kur do ta kesh atë kohën për veten tënde që të lexosh një libër, të merresh pak me shtëpinë, të merresh pak me veten, ore të sistemosh ato rrobat në dollap se ndron stina edhe patjetër që do të shohësh një sezon të tërë në Netflix, po nuk jam kundra as të dalur një farë balancë e mesme e artë, si thua. Të dyja. Jo se e kam me plan, jo se them këtë fundjavë do dal dhe fundjavën tjetër jo, po e kam në dorë që ti bëj dhe ndihem shumë mirë dhe nuk e ndjej fare atë presionin që dikush do më pyesi dhe do them po si s'bëra gjë unë, këta janë shumë para meje. Unë e shijoj kohën me veten, kohën me familjen, kohën në shtëpi, po në të njëjtën kohë, kur unë shoh që është artisti im i preferuar në një klub, i shkruaj asaj shoqe se i them do dalë. Unë do zgjidhja gjithmonë që të qëndroja në shtëpi dhe të mos dilja, pavarësisht se çfarë ndodh në botë dhe çfarë bën bota me veten e vet. Po do zgjedh ndonjëri nga ne me dal apo? Mikaela, do të dalësh ti. Ti përqendrohesh, pra ti përgjithsisht kemi parë që poston. Të kam parë të shtuna, Mikaela. I bie që ke dalë vetë. Kanë qenë ato ditët. Ato ditët. Se unë kam atë shoqen, që është njësoj me këtë shoqen tënde. Në përgjithësi në fakt me unë jo se s'kam shok, po që zgjedh që të qëndroj në shtëpi. Po i ke shokët që preferojnë të njëjtat gjëra si ti. Jo, ka edhe nga ata shokë të mi të cilët preferojnë që të dalin, as në shtëpi nuk mblidhemi. E kam shumë të nevojshme, pra është një domosdoshmëri që të kaloj një kohë cilësore me veten time. Qoftë edhe pa bërë asgjë, pra të pushosh në mënyrë jo në mënyrë pasive, por të pushosh në mënyrë aktive, që do të thotë ti je i ndërgjegjshëm që tani po i kushton vetes tënde disa orë qetësie, qoftë edhe një ditë të tërë qetësie, mendore në radh parë, fizike patjetër, sepse kemi një ritëm shumë të shpejtë gjatë ditëve, por të gjithën këtë ta bësh, si më thënë, në mënyrë të ndërgjegjshme, që duke filluar java tjetër ti pastaj do nisësh sërish këtë ritmin. Pra është një nevojë, një domosdoshmëri për rikuperim total. Intensiv, po. Dhe kur them, më fal, Mikaela, kur them shkëputje dhe nga telefoni, them shkëputje dhe nga laptopi në përgjithësi, por dhe nga njerëzit, se njeriu ndonjëherë thot po si shkëputesh ti. Ngarkohet thua? Po patjetër. Nga energjia e tyre? Patjetër. Pse duhet të dalësh patjetër. Të gjesh atë balancën me veten. Po mirë, Frans, nuk të ndodh për shembull që e hap telefonin edhe shikon që gjithë janë jashtë, kanë dalë ose janë diku jashtë Tiranës duke udhëtuar. Më ndodhe më përpara, për tani e kam tejkaluar këtë gjë Nada, me thënë të drejtën, nuk është se shumë mirë them, sa bukur pas ka dalë ky njeriu, por nuk më shkakton as edhe një lloj ndjesie. Po mirë, pse nuk e promovojmë në këtë gjë? Do me thënë, me që po flasim për këtë presionin e rrjeteve sociale që ti patjetër duhet të kesh një jetë interesante aty, dukesh sikur po bën gjërat më të bukura në botë, pse nuk ndodhe kundërta? Pra ti je në shtëpi duke e shijuar, duke marrë kohë për veten tënde, edhe ndoshta ta promovosh pak, të postosh edhe ti që shiko se nuk ka asgjë kjo është normale. Ndoshta kanë këtë merakun që nuk ju dalin fotot aq bukur, se ngelet prapë në thelbin në teorinë e kësaj gjë sipërfaqësore që bëjnë të gjithë. Po ne e përmendëm pak më herët që rreth 50% e popullsisë sipas studimeve gjithmonë janë introvert. Unë do preferoja një term tjetër që besoj të shkon përshtat edhe ty edhe mua, introverte selektive. Pra ne e shijojmë shumë qëndrimin në shtëpi, kemi shumë nevojë për të kaluar këtë kohë me veten apo me familjen apo thjesht pa bër absolutisht asgjë për 24 orë apo 48 orë. Po ndërkohë në disa raste specifike vendosim të dalim, pra siç të thësh mund të jetë artisti i preferuar apo mund të vijë një mikesh, një mik nga jashtë që ke dëshirë të kalosh kohë me të
dhe jemi pastaj shpirti festës, që nuk ka lidhje me personin që ka qenë një fundjavë sepse përpara. kemi të nevojshme. Së fundmi ka dalë një term i ri për të përkufizuar këtë që sapo the, quhen introvert. Këta njerëzit që duan të dalin me të tjerët, janë social, kanë qejf të rinë në grupe njerëzish, në grupe jo shumë të mëdha, po që duan të argëtohen, të socializohen, pastaj duan të marrin kohë për veten e tyre. Të Po mirë, nuk është një formë pra i dileme kanë të kjo dy se ti anët. tërhiqesh, qëndron atë qetësinë tënde, pastaj një herë që del kënaqesh e thua prit. Mos ndoshta e kisha gabim, Shikoj, që kam jo, qëndruar kaq e Të tërhequr. kënaqesh në të dyja format. Mjafton të jetë zgjedhja jote personale. Njeriu mund të kënaqet edhe në shtëpi, duke bërë Pikërisht. gatimin e tij të preferuar, duke fjetur gjumë, duke shtrirë këmbët, fundja se je lodhur gjithë javën. Kockas ose në aferin Është tash çështje me më çike moshën. edhe Na çajnë. kjo që thua ti Mikaela që domethënë ti je një njeri që Qa përgjithsisht poku. nuk del as fundjavë dhe kështu me radhë. Dhe atë momenti që zgjedh që të dalësh, kënaqesh aq shumë sa fillon edhe vjen në diskutim zgjedhjet e tua të fundjavës. Se ose që Jo, Frans, kënaqesh aq shumë sa kënaqesh kur del aq shumë. fundjavën tjetër pretendon të njëjtën gjë dhe është zhgënjim. Jo, mua më mirë, ndodh okay. kjo, që kënaqem aq shumë sa që them javën ditë s'dua të dal fare. Se kam pirë shumë, e kam Kjo është edhe me mosh një çik pastaj, nuk na mban më S'ke trupi takat. si dikur. Ndërkohë ka ndryshuar Po është çështje komplet perceptimi, edhe po them. koncepti të dalave, ëh. Sepse nëse dikur e dala konceptoi vetëm kjo e shkuara nëpër klabe, konsumimi i alkoolit, kërcimi, tani shoh që të paktën brezi jon, po edhe në fakt edhe më të vegjël se ne, zgjedhin këto darkat më të qeta, vendet më të qeta, pra vërtet konsumojnë një gotë alkool, por ama të kenë më shumë kontakt me njëri tjetrin se sa thjesht të kërcejnë dhe mos kenë mendjen se ku janë edhe çfarë po ndodh. Po sepse Kampanje- marrin vlerë më shumë bisedat, edhe njerëzit duan të shprehen, të flasin. Për ato dy Sepse- tavolina që flasin se të tjerët e thash janë me foto. Tani ne themi përgjithsisht për rrjetet sociale dhe kështu me radhë, po ca gjëra që janë vërtet shumë të bukura dhe shumë të goditura duhen parë dhe duhen thënë. Një nga reelsat më të bukur që kam parë për sepse ne jemi një grup miq, shoqe që shkëmbejmë reelsat të moshës me njëri tjetrin, se Po. cili ka ato të vetat patjetër. 90s kids. Dhe një nga reelsat më të bukura që kam parë, vjen shoku tek shtëpia e shokut vet, atje jashtë është e premte dhe thotë ej s'kemi punë sot thotë, edhe nxjerr birrat kështu nxjerr ato patatinat. Po i thotë do kënaqemi sot, po. Ka tu plani tjetër këta në shtëpi duke ngrënë patatinat, duke pirë, ke parasysh duke parë një film. Po, pra, kjo Sepse është- zgjedhin pikërisht këtë gjën. Kjo në trendet e sotshme quhet joy of missing out. Pra kënaqësia Kënaqësia e të që emocionit i humbasësh përfshirë, po ndërkohë është gjëra, po. edhe frika e të emocionit i përfshirë. FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out Po. dhe joy of missing out, qartë, po. Mirë, E di për çfarë më vjen keq mua se gjithmonë në këto diskutimet që kemi patur, sa i takon zgjedhjeve tona, gjithmonë ndërhyjnë në rrjetet sociale dhe mua më duket sikur jo vetëm jemi të varur, por rrjetet sociale po orientojnë Po na jetën drejtojnë tonë. jetën, po. Dhe kjo është gjëja më e gabuar e mundshme, se ne nuk po njohim veten dhe nuk kemi të lirë të bëjmë zgjedhjet tona. Gjithmonë jemi të varur nga mendimi të tjerëve, nga çfarë po bën ai tjetri, nga jeta e atij tjetrit dhe jemi gjithkohës në presionin për ta dokumentuar atë dhe harrojmë të shijojmë. Nuk e di, ndoshta gjëja më e mirë që mund të bëjmë, që mos arrijmë në këto diskutime edhe të gjykojmë veten tonë, të ndihemi keq, të humbasim shumë, mendoj që ne humbasim shumë. Domethënë është e gjitha kohë e humbur, kohë që ti mund ta investoje tek vetja jote, te zhvillimi jote, rritja jote. Ky presion i vazhdueshëm nuk është i mirë. Dhe gjëja më e mirë që mund të bëjmë në këtë rast janë thjesht rrjetet sociale. Thjesht largo. Merr atë telefonin dhe zhduke pak sekonda se aty nuk e e di ke a nuk bëni, të unë gjen. përgjithsisht e kam të nevojshme që her pas here ti mbyll rrjetet sociale. Sigurisht tani jo, sepse kemi programin dhe kemi shumë të nevojshme që Edhe jemi në duhet kontakt me të punën. shkruajnë njerëzit përgjigjen e Po quizit. ndodh kjo, Edhe po kjo ndodh, janë patjetër. shumë njerëz që Por mendojnë këtë. her Detoksi pas here digital. e kam shumë për shembull, kjo njihet në rrethin tim të miqve, njihet që unë kur kam ditëlindjen, javën që kam ditëlindjen, unë mbyll Instagram, Facebook, nuk dua që të kem kontakte me njerëzit përgjithsisht, sepse ata që duan vërtet të më urojnë, e din kur unë kam ditëlindjen dhe e din që Ajo të vlen më shumë në fakt. po patjetër, po nuk e bëj enkas për Dhe të gjë, kanë thjesht numrin dua, fundja, s'kan nevojë ta shohin në Facebook e në Instagram. por që e drejtë është kjo që thua ti, një detox fundamental, thelbësor Po, në rrjetet detox sociale real. është shumë i nevojshëm. Për shembull, para sa ditësh më kishte marrë malli të luaja me letra. Mund t'ju duket shumë bazike Jo, dhe mos është banale fare, si nuk gjë. është fare. Kam qenë në kafe me dy miqtë e mi dhe ishte një moment që i kapa të dy në telefon, edhe kisha i pago me letra. I ka pa dy në Kishin telefon. bërë një Çfarë dhurat bëni ju? kështu nga këto të çuditshmet. Edhe thjesht ishim duke pirë kafe, thash ishin telefonat, po, kam shtruar letra në tavolinë dhe kemi filluar tuaj Sa Murlan. mirë, moj. Sa më kishte munguar kjo gjëja, mund të duket idiotësi në thelb, se nuk Jo, para është- rastisë dhe nuk e bën, po ti kupton Super qejf. Unë e sa bëj shumë shpesh. gjëra ke lënë pas edhe sa e thjesht ishte jeta kur ishe më i vogël, kur
presioni i telefonit nuk ishte aty. Dhe kur mezi e prisje fundjavën për të bërë këto aktivitete që janë vërtet bukura dhe vërtet cilësore, sepse ne themi do ta bësh sikur të dalë një mekanik të bukura, se çdo gjë vjen edhe me moshë. Mos ta bëjmë tani sikur të dalat nuk janë të bukura, nuk duhen bërë, le të merremi vetëm me veten. Jo, më jo, dilni, shijojeni, po çdo gjë është me balans, me balans. Po flasim për këtë gjë që të zgjedhësh të bësh aktivitete nuk do të thotë veçanërisht edhe domosdoshmërisht që janë aktivitete cilësore ato që ti zgjedh të bësh, qoftë edhe në fundjavë. Po, se ndodhet edhe kjo shumë të drejtë Franc. Ndonjëherë zgjedhim të bëjmë gjëra që thjesht i bëjnë të tjerët. Po pra. Fear of missing out, në sensin është kjo FOMO që kanë shkuar të gjithë po unë, pse nuk jam tek ai vendi, se nuk jam duke provuar këtë ushqimin ose këtë sportin. Kështu që duhet thjesht sa gjëra që ti zgjedh që ti bësh në fundjavën tënde kur ke kohë të lirë, jo domosdoshmërisht i bën sepse ti ke qejf që ti bësh edhe ke atë nevojën e brendshme për t'i bërë. Dhe këto gjëra nuk janë fare cilësore, pastaj në kuptimin as të shëndetshme në mënyrë se si ti zgjedh ta jetosh. Cila do ishte balanca që do zgjidhje ti për të qenë edhe ky personi që del, pra ka kontakt me qoftë jetën e natës, me shoqërinë, me atë pjesë të shoqërisë që del, po edhe personi që kujdeset realisht për veten. Një nga gjërat patjetër, një nga gjërat që unë do ta zgjidha ose do ta cilësoja si një kohë të kaluar cilësisht shumë mirë, është me ata njerëz që unë e di që do kaloj shumë mirë. Pra ata njerëz të cilët i kam zgjedhur prej vitesh tashmë të jenë pjesë të rrugtimit tim jetësor dhe e di që kur do dal me ata çfarë do lloj gjëje që të bëj, çmendurira, darka të thjeshta, të qeta, një lojë ose kështu me radhë, e di që do kënaqem sepse kam zgjedhur njeriu që është cilësor dhe domosdoshmërisht dhe koha me ta është cilësore. Kështu që këtë do ta zgjidha patjetër. Mendoj që njeriu duhet krijojë një balans edhe tek zgjedhjet e tij dhe shumë e rëndësishme të vendosësh limite. Mos të presionohesh nga çfarë bëjnë të tjerët, çfarë mendojnë të tjerët dhe çfarë do thonë të tjerët. Një fundjavë mund të dalësh, një fundjavë mund të jesh në shtëpi, një fundjavë mund të ftosh miqtë tu në shtëpi për të bërë aktivitete së bashku. Mendoj që ky është thelbi i jetës fundja, që të kalosh kohë cilësore me ata që do, edhe ta kesh ti fuqinë për të vendosur. Po duke qenë se po trajtojmë edhe aspektin psikologjik, ajo çfarë do ishte shqetësuese për mua për shembull tek një mikeshe imja, do të ishte nëse ajo shkëputet totalisht edhe nuk do të dali fare. Kjo do të ishte një gjë që mua do më bezdiste dhe është diçka që po ndodh tek brezi i ri, edhe shumë më të rinj edhe më të vegjël se ne. Duke qenë se janë brez që janë rritur me PlayStation edhe me telefona, gjithmonë më shumë preferojnë të jenë të izoluar në praninë e pajisjeve digjitale dhe dashur pa dashur fillojnë krijojnë edhe depresionin edhe frikën nga të dalurit edhe komunikimin. Kjo gjë më ka ndodhur mua, Neada, për shembull një shoku im kur unë u tërhoqa një farë periudhe, por sepse kisha nevojë të merresha me veten time, nuk është se ishte një lloj tërheqjeje, si thua, izoluese dhe vetmitare në kuptimin negativ të fjalës, por ishte një ripërtëritje që unë kisha nevojë ta bëja me veten dhe ai tha, "Je mirë", më pyeti realisht, shoku im i ngushtë, "Je mirë", tha, sepse po filloj të shqetësohem për ty. Më kupton? Po është pak shqetësuese në fakt. Po jo, por kur ja shpjegova që kjo gjë ishte nëse nuk flet për këtë gjë. Ishte e nevojshme për mua, okay, tha, sigurisht. Dhe e kuptoi që kisha nevojë për ka patur të drejtë pra që kishte një farë shqetësimi. Duhet të kujdesemi edhe për njerëzit tanë të dashur, nëse ndonjëherë e humbasin dëshirën për të qenë aktiv edhe në shoqëritë e njerëzve të tjerë. Pse ndodh? Ej, zoti i madh, sa ka për të folur kjo tema veçanërisht kur rritesh edhe kupton shumë gjëra dhe ke shumë shtresa përvojash në këtë biografinë tënde jetësore, ke shumë ç'të flasësh, por nuk ndalon këtu diskutimi jon, do ta flasim pak më vonë pas shkëputjes ton me muzikë shumë të mirë me të ftuarin ton të ditës së sotme. Një person që i pëlqen të dalin në fakt. Sepse dhe e di ç'bëhet vërdall. Ka të gjitha informacionet e mundshme. Më mirë se ai se di askush. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes edhe një. Mirëmëngjes. Jemi rikthyer. Është ende, ne kemi dalë në punë, po nuk e di ma do dalim në fundjavë. Vazhdojmë të flasim për këtë fenomenin, a është normale që ti të mos duash të dalësh në fundjavë më njëherë? Po nuk dua më. S'do, si të duash. Dhe teksa themi nuk dua, në fundjavë i vjen një mesazh të ftuarit ton. Përshëndetje Guliem Kotori, a ka ndonjë tavolinë për ne? Mirëmëngjes Guliem. Mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Të lutem pak më afër mikrofonit që të dëgjohesh. Po? Tani po. Mirëmëngjesi. Për ne që punojmë natën, ky zimi në këtë orë është tmerr. Faleminderit për sakrificën. Nuk është zim, është pagjumësi e nder. Ta paçën borxhi thonë. Ja, di për nder, çkese. Ta di me ty për nder. Po jo, po ti do e mbash atë tavolinën, mos bëj kështu. Do vi dita, do vi nata, në fakt se edhe ne që zgjedhim të qëndrojmë në shtëpi do vim edhe do t'i bashkohemi kësaj pagjumësisë të jetës të natës që bën edhe ti. Por që për momenti po flasim për këtë temën e ditës sotme që është ti si mendon, është normale tani që njerëzit të zgjedhin që të kalojnë fundjavën e tyre
në shtëpi dhe të mos duan të dalin në përbare, lokale, klube natë Ka dhe kështu me ndryshuar radhë. pak kjo kultura e daljes para pandemisë dhe pas pandemisë. Po pandemia ka ndikuar shumë në jetën e natës, ka ndryshuar goxha. Po, ka njerëz që nuk duan të dalin, ose ka njerëz që e kanë bërë një cikël, do të kanë kryer një cikël që i kanë bërë të gjitha ajo. Fjala e famshme që kam dalur në kohën time i kanë bërë të gjitha. Dhe pastaj preferojnë që dalja të jetë në një lloj forme tjetër. Nuk është e thënë të shkosh në klub apo të shkosh në bar apo në restorant, mund dalësh edhe të marrësh shokët, të shkosh në Prixhiro, Kliqeni, të rish atje. Gjëra më të thjeshta. Mund të shkosh në kinema, në teatr. Domethënë daljet janë sipas preferencave, por si njerëz si puna ime është pastaj profesion. Pra në këndvështrimin tënd ndjesnata, njerëzit nuk është se po dalin më pak, thjesht po dalin ndryshe nga çfarë jemi mësuar ne të shohim përpara gjatë gjithë kohës në jetën e natës. Ka ndryshuar shumë mënyra e të dalurit, siç për shembull vitet e fundit jo vetëm në Shqipëri, por globalisht, klabingu ka rënë, ka klabingu dhe janë shtuar numrat në festa, në portopartit e mëdhaja, e mëdhaja, outdoor apo në për kapanone të mëdhaja. Klabingu ka rënë, domethënë, më përpara njerëzit dilnin të premte të shtunë dhe shkonin në një klub apo shkonin në një lounge apo diku, kurse sot janë më të predispozuar që të dalin më rrallë, por të shijojnë të lloj eksperience që është edhe më e gjatë normalisht, normalisht parti të tilla zgjasin edhe deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë klabingu 4 maksimum. Pra kjo tipologjia e festivaleve, pak a shumë. Festivalet kanë marrë. Po si ka ndryshuar te pjesa e grup moshave? Kush e frekuenton më shumë sot jetën e natës? Po bëj një krahasim me kur isha unë miri me brezin sot. Brezi sot del, po jo në atë lloj forme. Domethënë ka ndryshuar edhe në këto breza mënyra e të dalurit, por unë mendoj që në kohët e fundit është bërë pak më tepër jo e kënaqshme, si më thënë. Duket sikur njerëzit, sidomos më të rinj, më të vegjël, dalin thjesht për të dalë. Thjesht për të dalë. Thjesht sepse duhet. Jo për ta shijuar, jo për të qenë aty, domethënë, jo për të dëgjuar muzikën, për të shijuar ambientin, lighting, njerëzit për të flirtuar, për të pirë. Nuk po dalin më për të lloj gjëje. Prandaj edhe ka humbur, si më thën, kënaqësia e të dalurit natës. Ti e sheh këtë edhe te fakti që për shembull nuk kërcejnë ose janë me telefona gjithkohës në dorë duke bërë foto, këto janë ato shenjat? Kjo është një nga shenjat që ai është aty thjesht duhet të jetë, dhe jo sepse ai ka zgjedhur të jetë. Domethënë, pjesa më e madhe e njerëzve, sidomos për këto festat që i shohim që ke më tepër telefona se sa koka njerëzish. Po. Ti e sheh atë që ai e bën, ndërkohë ajo kënga, ajo mjeti në ato momente është në kulmin, pikën kulmore të gjithë elementeve, drita, muzika, edhe ai nuk e shijon, nuk e merr atë sepse ka nëpërmjet një filtri të ekranit. Ne po i referoheshim në pjesën e parë kur po diskutonim me njëri tjetrin edhe disa studimeve, dhe një prej tyre në fakt thotë që rreth 69% e njerëzve në mos gaboj kanë këtë fear of missing out, dhe është pikërisht kjo që po thua ti. Pra vetëm nga meraku të mos humbasin diçka, nga frika për të mos qenë të përfshirë apo mos të qenë aktiv si të gjithë të tjerët, bëjnë këto të dalësh, thua ti, ku argëtimi nuk është më pastaj thelbi i të dalës, por është ajo fotoja, ai story, ajo e thona që isha edhe unë aty. Po realisht, Ulem, sa kanë ndikuar rrjetet sociale, streaming në përgjithësi që njerëzit, edhe brezi jon përgjithësisht zgjedh që të rinë në shtëpi dhe të bëj scrolling sesa realisht të dalë dhe ta shijoj në të gjitha dimensionet e veta një të dalë të bukur fundjavë. Sa kanë ndikuar këto rrjetet sociale sot? Rrjetet sociale mund të kenë ndikuar pozitivisht dhe negativisht. Sepse unë do dalë për të bërë atë video, për të qenë tek ajo festa, dhe ana tjetër që nuk kam çfarë bëj por i në scrolling. Një fenomen i çuditshëm ka ndodhur dhe po ndodh kohët e fundit është bën shumë mainstream të jesh performues apo DJ. Sot janë bërë DJ të gjithë, vetëm sepse sot fama e një DJ të shumë e madhe dhe pagesat shkojnë në shifra maramëndse. Pse? Thjesht nga një video TikToku që u bë virale dhe ka humbur pjesa e të qenë profesionist. Do të thonë ato nuk, do të thonë pjesa më e madhe e
DJ-ve të Instagramit, po I quaj, nuk janë profesionist, nuk e bëjnë live atë gjë, nuk mikson. Po, kanë pjesa të Dhe së nuk ka emocion. E di çfarë këtu kuptoj me unë nga kjo? emocioni që në fillim që ai është aty sepse ti po I zgjat blicin në sy. Guliem, kjo tregon që ka mundësi zgjedhje, pra ka aktivitete në Tiranë ku mund shkosh, po nuk ka cilësi. Edhe ndonjëherë, nëse për shembull e vendos me veten tënde. Nuk jam dakord me ty në një cilësi. Unë kështu e mendoj. Nuk Pra, e mendoj që nuk vendos ka të dalësh 3 fundjava rresht. Do dal 3 të shtuna njëra pas tjetrës. Do frekuentoj 3 bare të ndryshme në Tiranë ose 3 klabe ose 3 pube, çfarë të duash ti. Dhe gjen të njëjtën muzikë që luhet. Dhe kjo nuk të jep kënaqësi. Pra, duket sikur nuk ka asgjë ndryshe, gjërat nuk lëvizin, dhe ti fillon distancohesh dhe thua di çfarë, më mirë po I ftoj shoqet e shtëpia ime, ose më mirë po bëj një udhtim, ose po bëj një aktivitet tjetër se nuk më mbush më, nuk më jep emocion, nuk kam adrenalin. Patjetër që këto elemente të tjerë janë një kënaqësi më vete të dalurit jashtë. Unë mendoj që Tirana sot gumzhin. Domethënë Tirana sot për jetë natë. Po them, po, ka aktivitete, po, ke ku ka shkon. aktivitete, ka dhe shumëllojshmëri aktivitetesh. Po marrim shembull bllokun, bloku që është zemra dhe ku njerëzit Pa frekuentojnë. përmendur emra lokalesh. Pa merak. Aty ti ke në një rrugicë të vetme, ti ke shumëllojshmëri zgjedhjesh. Patjetër. Pse? Ke një lokal lounge apo ku dëgjon që bën rock, ke një tjetër që bën elektronik, ke një tjetër që bën komercial, ke një tjetër që bën hip hop apo ku dëgjon. Pra ka Ke alternativë. ndonjë tjetër me mundësi muzikë akustike, zgjedhje. ke çdo opsion. Pastaj ka të bëj njerëzit që janë brenda, që të që ty nuk të bëjnë të dalësh më sepse edhe në këto se dhe vende nuk kërcen thash, njeri, po nuk lëviz themi njeri pra, dhe duket nuk çuditshëm lëviz me se thua ka, çfarë por po një ndodh. shumëllojshmëri zgjedhje ke. Dhe Shqipëria, Tirana të paktën, vitet e fundit, po ka në ardhen e festave më të bukura. Ne tani në maj në Shqipëri ty do të vinë emra që nuk janë parë në Ballkan. Po pikërisht kur kanë ardhur këto ka patur njerëz. Janë organizuar dhe janë mbledhur, ndërsa më herët ti pohove që jo, në jetën e natës është ulur fluksi edhe numri i njerëzve, pavarësisht se Është ulur kanë argëtimi. Në të festa. Do të shulur në për klabe, në këto festa që po flasin, do të thonë në për organizime të mëdha si festivalet, është rritur. Ti sot, domethënë, po marrim rastin tani në 14 mars, ti ke aktive 3 stage me super emra. Domethënë, nëse janë, I bie që ka njerëz që Ka shkojnë. treg. Ose Ka ndoshta kërkesë. njerëzit sot duan të kapin atë trendin e momentit. Unë jam më interesuar të shkoj të ndjek Mahmut Orhan kur vjen në Shqipëri, Hugel, e ku diun, DJ E tani- me Po fandër duhet ta kombëtare. duash Mahmut Oranin që të shkosh ta kam shikosh. përshtypjen Fakti se është Mahmut thjesht sepse ai vjen. Aty. Kam atë përshtypje që dhe pjesë e mirë Mahmut Oranin vet nuk e kanë idenë se kush është thjesht. Edhe pra këtë po them që është bërë shumë I zakonshëm nëpër rrjetet sociale sepse është në fakt një nga DJ-t më aktiv sot në botë, edhe më interesant në të njëjtën kohë. Prej disa Prej TikTokut. videove, Po. eksakt. Ai Prej Hugel shortave. të tjerë. Po Guliem duke qenë se duket sikur ofertë ka, pra aktivitete mundsi ka, Po s'ka po që don pak profesionistë, të klientela. Dhe me që klientela e orienton tregun, a është bërë kjo dhe një formë presioni për bizneset që të kenë këto vendet sa më të instagramueshme. Pra të ndryshojnë konceptin e tyre, shërbimin e tyre, Instagram. pamjen Janë vizuale ofertat- për të tërhequr Oferta njerëz të tjera. që të bëjnë edhe këto fotot, se fundja për ato po dalin për ato fotot. është një nga mjetet e të bërit biznes. Domethënë, fotoja apo të ftosh njerëzit e famshëm që të bëjnë foto të kej këndi që ti ke specifik që njerëzit atë e dallojnë kur nxjerr ti atë foton që ka atë shkrimin mrapa apo të crown apo ku dëgjon se çfarë. Kjo të imbushja me influencer po thua. Po, kjo është marketingu më I mirë që po bëhet Pra sot, duhet të prandaj harxhosh po 10.000 shkojnë euro njerëz. që të marrësh 5.000 euro. Eksakt. Në marketingun social, ato biznese që e kanë më të fortë e kanë dhe klientelën kanë më tepër punë. S'ka rëndësi nëse ai nuk ka produkt apo nuk ka shërbim. Kjo I tregon që njerëzit ecin sipas E me këtë Sipas ecurit të mendjes së njerëzve si tyre. mendon, a do vazhdojnë të mbjetojnë klabet apo edhe pak vite edhe do të kthehet në një tjetër formë komplet argëtimi I jetës së natës? Unë mendoj që klabet nuk do vdesin kur, do të thënë kanë kurbën e vet, ulje ngritje, por nuk do vdesin. Ne të një nga klabet që unë menaxhoj, ne kemi një super emër që nuk para shkon në për klabe në për vende të tjera. Dhe
ne në Shqipëri po e marrim në një klub. Ai zakonisht shkon vetëm në për festa. Pra tani po luhet me ekskluzivitetin. Që klubi po shkon në këtë formë. Qofse festat janë se shkon një DJ me emër, atëherë klubi një herë në ca kohë e bën këtë aktivitetet premium, le të them. Bën këtë të kurje marketingu në biznes sepse është me humbje, po thjesht për të krijuar memorie tek njerëzit që ne kemi marrë. Ti personalisht çfarë zgjedh? Nëse do të dalësh një mbrëmje? Marr. Ai zgjedh shtëpinë se më shë ka punë. Po këtë do të të pyesja, si është ta bëjmë pjesë të temës, jo, si është një fundjavë jote janë ndryshe çik nga aktiviteti jot i punës, sepse të detyrohesh të dalësh çdo fundjavë se kur keni ju këto eventet edhe kështu me radhë, po ti çfarë do zgjidhje në fakt për të rirë veten, qoftë edhe nga ana fizike sepse është e lodhshme. Unë kam një ditë që nuk bëj as edhe një lloj gjëje. Domethënë nga që puna që bëj unë të flas me 200 njerëz në ditë dhe kam një ditë që nuk do të flas fare me asnjë as me veten. Ishte thjesht. Ditën tjetër e zgjedh të shkoj diku tet mal. Të bësh një udhëtim të vogël domethënë. Të jetë natyrë patjetër. Ke nevojë për sigurisht për kontakt me natyrën. Natyra është e pandashme me mua, unë edhe kur nuk e kam mundësinë, do e gjej mundësinë për çfarë. Qartë. Guliem, vazhdon është akoma kjo teoria që nëse s'ke një tavolinë VIP apo një tavolinë të mirë në një klub, bar, restorant, çfarëdo lloj tipologjie, praktikisht deri se s'ke qenë. Se dikur hidheshin edhe shumë lek madje për të kapur atë tavolinë e mirë, merreshin dhe shishe që nuk konsumoheshin kurrë, vetëm për të thënë që unë isha këtu. Vazhdon ende kjo moda e shisheve? Moda e fishek djallave? Ka evoluar në faza të tjera, është bërë edhe më. Hajde. Tani vin njerëz bashkë me fishek zjarre. Janë ato me kështu me tabela me gjëra, po. Me maskota, po. Normale, do mësoj, do marrim edhe ne. Duam portofolin. Po, sa kanë ndikuar për shembull çmimet në përgjithësi, jo vetëm të produkteve, por në përgjithësi edhe ajo tarifa që duhet paguash për të hyrë edhe kështu me radhë, sa kanë ndikuar tek vendimet e njerëzve për të mos dalë, sepse ai thotë s'kam se i harxoj aq lek. Kanë ndikuar goxha sepse vitet e fundit janë rritur goxha çmimet për bare apo restorante edhe klube janë rritur goxha. Edhe njerëzit, me thënë, janë të kurur pak nga ky çmim ose nuk konsumojnë aq sa mund të konsumonin më përpara të tjera, po. Mos ndoshta janë do pi 4, do pi 2. Tipologjia që dalin rrallë, por ama atë herë që dalin e çojnë deri në limit. Ato nuk kategorizohen për ne klient potencial është ai që do vi të paktën 3 herë në javë brenda biznesit tënd. Okay. 3 herë në javë, domethënë ne nuk konsiderohemi fare. Ne s'na ka. Kush e frekuenton më shumë jetën e natës, ndjes? Vajzat apo djem? Si është sot? Kok më kok. Kok më kok. Kok më kok. Nuk është se gocat nuk dalin. Janë vetëm që ka një problem që shpeshherë, do të thonë, te një nga lokalet që unë menaxhoj, ka më tepër femra se sa meshkuj. Problemi është që në për lokale është e vështirë të ulen 4 çuna, 4 goca janë më pritur akut. More, si ka mundësi? Vazhdon domethënë kjo ideja që sa më shumë goca të ketë, aq më shumë të kesh klientë. Gjëja më shqiptare e mundshme në të gjithë botën të shkosh, nuk thot njëri jeni 4 çuna. Është gabim thotë. Po është shumë gabim patjetër. Po çfarë grup moshe janë pak a shumë? Po duhet bër, se ndryshe falimentohet. Cila grup mosh Guliem frekuenton më shumë jetën e natës? 20-25 është. Aha. Jo ne Mikael, mos e vrit. Okay. Janë shumë të europianizuar. Po, për shembull, si ndikojnë këta të rinj për shembull që vinë edhe nga këto trendet e huaja që shikonin për Instagram, a bëjnë kështu, nuk e di, atje në çfarë më këto videot e TikTokut duket Franci që nuk del. Edhe nga pyetjet që. Po ku ta di un trendet që kanë që i shikojnë nga jashtë shtetit dhe duan t'i bëjnë edhe ata që vendosin atë telefonin aty te tavolina, bëjnë ca kërcime të çuditshme. Ose thjesht ndjekin emrat big, pra un shkoj në një klub se e di që është Gjensila, e di që është Dafina. Bravo, këto gjërat. Edhe mund të jetë kjo që më tërheq edhe më bën të dal ndo në Shqipëri? Po patjetër, këngëtarët shqiptarë, kosovarë shqiptarët janë çdo javë në për klubet e Tiranës. Çdo javë dhe klubet janë plot. Tipologjia e këtyre klubeve me muzikë komerciale, e quajmë ne,
është biznesi më i lulëzon më tepër. Tani ne flasim vetëm për Tiranën, po Shqipëria është më e madhe se sa kaq. Edhe ka dhe qytete të tjera. A ka njerëz që vinë nga rrethet për të shijuar jetën e natës në Tiranë? Durrësi vjen shumë. Durrësi. Durrësi vjen Durrësi shumë. patjetër. Elbasani Çështja shumë e pak. Farsie, po. Elbasani shumë pak. Qytetet e tjera shumë rradh. Shumë rradh se i bie do ri një natë, do ri tek shoku në Astir, do ri atje, apo do ri atje, do ri ndiku. Edhe Gjithë ka një shok Astir. E kanë, e vërtetë. Është e çuditshme po është e Është vërtetë. lirë atje more. Lirë, ku ti thua është lirë, more? Çfarë thua? Ma Eva që Lirë ka qenë kur kam qenë unë Astir para. Astiri nuk është më lirë. Mirë. Ja rritur çmimet. Çfarë është qytet më vete tani? Pas kuçanit. Longjet janë shumë të frekuentuara në Astir, thua ç'të duash. Po, Është më mirë se bloku. Kohët e fundit, nëse më përpara në Tiranë, pak nga qenë bloku që ishte Hapur ajo tani rrezet. janë bërë shumë pika. Domethënë lagjet e mëdha kanë krijuar pikat e tyre. Komuna e Po. Komuna Lullishtja, Astiri. Astiri me Rruga këto dhe ka këto fix, ka këto përkufizimet e veta. Domethënë njerëzit dalin dhe më tepër sepse edhe poshtë pallatit tyre ka një lokal lusha të mirë. Po, se është edhe më komode. Guliem ti the që dalin 20-25 vjeçarët, po ç'a bëhet me këta që kanë fëmijë dhe janë moshë pak më e madhe? Nuk duan ta shijojnë jetën këta? Dalin edhe ato. Dalin, mos ja washaj hallin. Përshtymet ta kërcejnë më shumë. Biles, ato janë klientët më të mirë të mundshëm Më sepse besnik. ato një herë që ai do dali që e ka lënë fëmijën tek Mezi e ka Do pritur. dalë do do Mbi pi tavolinë. 2. Porosi 2 gota, jo një. Do ja luaj fen. Po, a kam spontanitet në të dalë apo është klientelën që e kanë planifikuar çdo gjë në detaj? Shumë pak. Pjesa më e madhe njerëzve planifikojnë të dalurën. Të dalin, do shkojmë këtu. Do bëjmë këtë. Është kështu standard. Dhe janë të ndarë njerëzit klientela e kësaj zone këtu, që shkon te kjo, klientela e kësaj zone këtu shkon këtu. Po, Gulem, po. Po pastaj gjithë me një vend plase. Qartë. Tani të flasim çik për këtë pjesën e rezervimeve. Si është tani se dikur më përpara ka qenë për shembull që ti Se Franci shkon në tavolinë. E kishe të sigurt. Asnjëherë nuk gjej Se tavolinë. në shqyr zoti ta kemi numrin edhe sa joj. Ti e kishe të sigurt që do shkoje, nuk të duhej që të merren telefon askënd, sepse një cep do ta sajoje gjithsesi. Po edhe sot me Po jo vetëm cepi. Bosh, thjesht thotë që është e rezervuar. Po, dhe pra, të shikon të studion një herë. Lloj forme të Ah, tonë okay. që si e për këtu. Është taktik marketingu okay, dhe qartë, ajo. edhe kjo. Por ama ka gjithmonë më tepër njerëz që zgjedhin ta bëjnë formalisht gjën, që të marrin telefon, rezervojnë edhe e kanë të sigurt që do vinë kurdo që të Vendet më ekskluzive apo pak më fancy që i themi ne apo pak më kështu, e kanë të domosdoshme. Domethënë ti duhet të rezervosh pa të shkosh. Ke një recepcion, ke një host, ke një person aty që të pret deri thotë ke rezervuar, s'ke rezervuar. Tek vendet më pak më të rafinuara, po them. Ka nisë në një formë shumë të strukturuar, sepse ajo krijon një database të vetë në të lokalit, ka një sër elementesh të tjerë. Kurse pjesa më e madhe pastaj jo, është nëse të thotë që është e rezervuar apo jo, po se nuk kam sepse ashtu, ai thjesht nuk ka dëshirë të uli. Po, ndoshta nevojitet edhe një lloj. Kjo ishte e dhimbshme. Kjo ishte goditje Është e rëndose vërtetë, thjesht. Do e kalosh. Shko në orar të përshtatshëm Franc. Pra nëse ti e ke vënë re që në një X vend fillon piku në orën 8, ti shkon 7:30 të vendin tënd aty. patjetër Guliem, tani. mendon do që shkoj. duhet një lloj ridimensionimi sa i takon dhe jetës së natës, se ka shumë shqiptarë sot që e kanë mundësinë edhe thjesht marrin makinën në fundjavë, edhe të shkojnë diku jashtë Shqipërisë për të ndjekur këto buzuqet ose kabaret, çka nuk ofrohet tek ne. Pra duhet ketë edhe më shumë ngjyre dhe më shumë mundësi zgjedhje se sa thjesht klabe, se ndoshta janë këngëtarë që ti dëgjon gjithjavës në makinë kur je duke shkuar në punë, në radio çfarë transmetohet, pra muzika është e aksesueshme kudo. Dhe ndoshta nuk të mungon ajo, po të mungon një shfaqje, një natyrë tjetër e shijimit të jetës natës. Ka disa skena që i mungojnë, realisht. Problemi është i një biznesi klabi, që nëse ti do bësh një buzuk, sa do jetosh dhe a do jetosh të treg. Sa klient kanë që duan të vinë çdo fundjavë në një Shqiptarët buzuk. të çan duke hedh karafila. Në Shqiptar. Duke Po thyer flasim për pjatanik. buzukun, për buzukun se ka, po dhe në Shqipëri në Tiranë ka Po. buzuk
Super buzuk. Mirë. Po në fakt ka edhe lokale ose kështu aktivitete që promovojnë edhe kulturën tonore, që ka veçanërisht ekskluzivisht muzikë shqiptare shumë mirë, edhe treva të ndryshme. Muzikë shqiptare edhe të vjetër dhe të re. Ne pra, kjo është. Okej, pa ajo është një gjë apo edhe qoftë kjo e buzukut që mund ta bësh një herë në muaj, se nuk mund unë për vete nuk e konceptoj dot nëse do dilja çdo fundjavë të shkoja vetëm tek E kam Ky kjo opsion. që e marrin iniciativën dhe ndoshta është më e kushtueshme që të marrësh rrugën aq larg për ta shjuar si eksperiencë. Prandaj them që ndoshta na mungon. Prandaj ne zgjedhim kitarën të rrim në shtëpi dhe të këndojmë për shefin ton, kaq e thjeshtë është. Andaj shion tamam buzukun. Pse? Ka origjinë. Ne pra, andaj është vendi. Vendi, E ndjen ti që aty tu e ka ndjen, lind. ai Funksionon si të bie njësoj. sajt me 3 tela, ai nuk I bie ai që Ai që edhe 5 të ketë prapë zoti E mirë. qartë. prapë I sot I bie. William, shumë faleminderit që ishe sot I ftuar tek Faleminderit, zgjohu ja po u deshe. pasha borxh. ishte Në shkosh të fleshtën. Tani mund të Po prish. tani do të fles. Ditë mbar sot gjithsesi. Faleminderit, faleminderit. Ne vazhdojmë, ë? Do gjejmë një këngë? Kemi mbaruar ne. Ende, ende. Se ju mendoni se tani do shkojmë direkt për klub ne? Jo, jo. Po kemi- sot fillon. Sot, Sot fillon ende, vërtet po. argëtim. Po fillon ne sot. jemi për punë, kështu që sot nuk e fillojmë dot, po të prem tek Ismet. Okej, dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi me të tjerë. Mëngjes të gjithëve. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Rikthehemi, Pak jemi pra bashkë dhe jemi shumë të qeshur, mua më duket sikur është e premte. Sa herë që vjen kjo? po, Jam duket sikur është e premte. Po të duket në atë, të duket sepse Ishte nuk është. ndjesi e mirë. Se mos thua e konsiderova të premte dhe nesër Nuk e shtun vi- pushim, gjumë. Do më zgjoni ju më duket. Është ende, data është 5 mars, ne jemi në Zgjohu Gëzuar po 5 deshen, marsin. 104.6 Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel, të gjithë ju që po na shikoni dhe po na dëgjoni. Është momenti ekskluziv I Mikaelës. A është ky momenti im I shkëlqimit? Zonja dhe Ky zotrinj, është përpara pritat mbi jush, mua. Mikaela me ankesat e saj të ditës. Kesa e ditës. Kalle mër qatë hall. Oh yeah. Çfarë halli kemi sot? Ku dim ne? Ne Pa syt nga ty sigurisht se kemi. dini. Se unë nuk I ndaj hallet me të gjithë. Inshallah ke dorën e lehtë. Hallet e sot. botës ama me këtë mundë. Thot I parë, ju ndodhe dhe ju apo vetëm mua mbie telefoni vetëm kur jam në dush? Pra gjithë ditës si bie asnjë, sa futet në dush fillon telefoni. E po kjo është Jo, çike ti edhe tash çështje. merr. Me dal nga kabina, Është edhe çështje fati thuaj zotërisë që pas ke këtë fatin që të ndodhin gjërat atëherë kur nuk duhet. Po që Po, si gjëra t'ja japim shiko, zgjidhjen këtë? ka disa se njerëz. sikur na lezetoi kjo dhënia e Janë zgjidhjeve. disa qese për telefonin Edhe të rish në që dush janë ato. kundra ujit. Pa, ato që Dhe i marrim në ngjitse plazh. që ti I vë te kabina e dushit. Dhe ka njerëz që duke u larë dëgjojnë muzikë. po, ha. Jo, dhe okay. unë dëgjoj Se muzikë, thash ti hyr po këtyre sikleteve. jo, thjesht pra. e le jashtë kabinës. Jo, ka që e fusin edhe brenda kabinës. Po varet si ke kushtet ato. Do thoya ka që edhe fusin edhe në xhep, po Edhe jo. përgjigjen edhe në telefon. Kështu që zotëri blija atë gjën, do harxhosh në total diku te 20.000 lekë të vjetra. Edhe ja Ja, e shpëton dhe ju zgjidhja. përgjigjesh edhe telefonata. Kanë shpikur Çka njerëzit bër ka uri? vetëm çka bër Po. frëngu vetëm për të nxjerr lekë edhe Po, aty pse ku të ti vuaj? mendon që Ose mund të bësh si unë. Nxjerr këtë namin që unë nuk e hap kurrë telefonin dhe askush të merr. Gjithë çojnë mesazhe, mesazhi mund të pres për përgjigje. ka edhe nga ata që të kërkojnë llogari. Gjithkohës. Jo, nuk e kam, thjesht nuk të përgjigjem. Mos më merr në telefon. Çdo gjë mund të jetë një Pa mesazh. dha zgjidhjen e Ada, zotëri ose zonjë dashur, merre këtë Ja, gjë, një ankesë me vendos atje, zgjidhje. ashtu. E gjetëm. Hajde, Edhe bre. dëgjoj Ose edhe kokot. këngën ton. Kalle kur më të futesh çat në hall, dush. kalle. Mbi të gjitha halli. Oh yeah. Kalle halli. Bravo! Kallëm halli. Faleminderit. 10 pikë për Franci. Duhet të kisha shkuar në San Marino, po. është San ai. Marino, Marino. San Remo. Jo, jo, San Marino ose një A, vend- përfaqësoj që Shqipërinë të përfaqësoj Shqipërinë, po. Sepse E kanë zënë. kam Në parë një San trend. Marino për të përfaqësuar Shqipërinë. Po ndodh, është I E, vend pra, i prandaj vend thash, që pranon se- oferta nga shumë vende të botës për të Është përfaqësuar në interesante, nuk e di Eurovision. pse, por që bravo i qof se ka njerëz për shembull që mendojnë që Po provoje më Franc, pse jo? vitin provoje. tjetër me Kalle Hallin. Këtë vit është Po ç'ke Sheila më ndihmon shoqja jote duket. ty? Është Sheila, është edhe Inisi patjetër. Neziri. Okej, kandidojnë të dyja. Të Pra dyja, nuk është po. zgjedhur ende kush do të përfaqësojë San Marino. Jo, ende nuk është zgjedhur, do me por thënë di ishte që Sheila. vajzat kishin kaluar në gjysmën finale në Bravo. këtyre. Kështu që është Këngë shumë shumë të mirë. bukura të dyja. Po, edhe për Merrni me dhe Suksese Francin. vajzave. Tani Sheila. Vazhdojmë që hallet në? Vazhdojmë. Se ato hallet e tyre I zgjidhin vet. Ha. Thot I radhës, sa herë nuk kam kohë, të gjithë kujtohen për muhabet, të gjithë kanë një hall, të gjithë kanë diçka për të diskutuar. Dhe kur ti je me nxitim, të merr shoqja ngushtë apo të merr mami apo vllai, motra, kushdo qoftë, po të prit se duhet të flasim, kam këtë gjë, kam këtë atë. Edhe ç'a Ti bën ti? ndërkohë je me vrap. Ti I thua halli im,
E mbyt hallin hallin tënd. tënd. Kështu që kur ju thon këtë filloni, po ta dishti ç'a ndodhi mua, ta dishti si e kam punën unë. Kjo Edhe këtë e kam tërhiqen vërë njerëzit. shumë te brezat e prindërve tan. Dhe zakonisht për sëmundjet. Por Se është si luftë. Merr shoqen e vet. Ja, kam probleme me tensionin, thosh shoqja, po ta dishti sa e kisha tensionin përveç- unë. po, Jo, po, përveç unë sa- kam Një pasur çik këtë këtu. lëvizje. Ua, po skolioza ime, po. E di çka vdiqja kam me vërë roba. unë, mirë kur për shembull mamat tona takohen me shoqen e ngushtë dhe flasin kështu në z, sa thua se po tregojnë sekrete shtetërore, pse më ndodhi kjo? Por edhe kur flasin në telefon, flasin kështu. E dëgjoj me. Do shta ajo jote, se këto tona Jo. sigurohen ta marrë vesh gjithë lagja që po flasin në Ato telefon. bëjnë enkas pastaj. Sidomos në fundjavë kur je duke fjetur gjumë, aty Dhe te Inja dhoma, thot, çdo telefonat e jo, koka s'është nuk po jote. bërtas, kam tonin e zërit të lartë. Po, ma, Franci, po fly gjumë, ja këtu me mua është. Dhe mbyllim Çom me se mori testja. Edhe mbyllim me fjalinë tipike që çfarë do t'ju thuash ti push ose të kam bër kokën. Ore, Justifikimi. kishte çdo lidhje me prindi. këtë hallin, po hajde. E më E mirë. kallim, ta kallim se që bashkë, gjitha hallet kallim, bashkë. kallim. Kalle hallin. Njëre bëj tani Mikaela, nuk e bëj. Po praktiko. Oh yeah. Ajo e para ishte më Para mirë. ishte më e goditur. I Okej. kallëm hallet, është momenti t'ju rikujtojmë kujtësin e ditës gjeje ku. Shumë i lehtë ky i sotme sepse duam fitues, duam t'ju shpërblejmë. Faleminderit që qëndroni në shoqërinë tonë. Kujtësi i ditës për ditën e sotme është pikërisht ky. Cili qytet ka më shumë biçikleta se makina? Berlin, Amsterdam, Paris apo Copenhagen? Këto janë 4 alternativat për ditën e sotme. Nuk kam në plan t'ju jap ndihma se mendoj që përgjigjja është shumë e lehtë. Njihet ky vend për biçikletat, edhe për gjëra të tjera, Shumë afër nesh është. edhe për Tash për kekun që bëhet me bardëra. me kështu me çokoladë. Zere Ka se nuk e tha vendin. një gjethe simbolike se bëj shaka. Është Po shumë janë të afër lishme të nesh. gjitha, kështu që Sa shkon në Rinas edhe futesh në aeroport e shikon se sa afër e kemi këtë vendin. e lexon aty. 068 20 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Kjo është mundësia për të fituar një kupon në vlerën e 50 eurove. Po nga kjo Swiss është Palt. 50 euro, mundësia 50 që euro. edhe ju pa lek fare të qeshni sa të doni, sepse ka ardhur momenti Barsaletës ditës. Qeshoj çik. E kemi. Hajta kallim hallin. Barsaleta e ditës, vajza të dashura. Ku është ajo baza? Okay, tani po. Po futa në Fillojmë. gjendje. Tani u Okej. futa në gjendje. Gjithë sy e vesh. Në një emision televiziv ishin të ftuar një çift të moshuarish 90 e kusur vjeç që kishin martuar mbi 50 vjet. Një martesë e shkëlqyer, e lumtur, ata nuk kishin asnjë mosmarrveshje me njëri tjetrin. Ora ishin çifti model që kishin kaluar një jetë perfekte, të qetë dhe prandaj edhe i kishin ftuar në këtë emisionin televiziv. Lepe peqe. Lepe peqe. po. Lepja dhe peqja quhesh. Edhe tani i thot ky moderator, i thot na tregoni, thot, cili është sekreti, thot, i kësaj marrëdhënies kaq të mirë që ju keni pasur me njëri tjetrin. Hënë atë. Mos ishte Ardit Xhebrea? Jo, s'ka qenë ai. Është një Moderator. moderator tjetër, e kupton? Mund të ishte edhe ai patjetër, por që në këtë rast nuk është ai. Keni tha mbi 50 vjet martuar, jeni model për familjen tuaj, po, ni për mbesa fëmijët, po dhe për lagjen, për komunitetin dhe kështu me radhë. Çfarë është sekreti, thot? Ai burri rinte kështu, nuk fliste. Dhe e mori fjalën gruaja kujtim. Edhe tha, "Gjotha se do ta them unë, tha, cili është sekreti", tha. "Ha, na i tregoj", tha. "Ne tha jemi martuar para shumë vitesh", i tha, "në atë sistemin, edhe kur s'kishte filluar asaj sistemi tjetër, tamam, tha. Po. Ky tha, të keqe nëna më rëmbeu, tha, se atëherë i rëmbenin gratë, tha, ke parasysh? Dhe siç më mori, tha, ditën e parë që më mori nga shtëpia, edhe do më çonte tek shtëpia veç, s'kishte kështu makina atëherë, tha, më mori me kal, tha, me karrocë, tha. E duke i dhënë karrocës, tha, ec karroca ngeli kjo makina, po ngeli kali, tha, në një vend sepse kishte balt. Doli, tha, ky burri që kam prej 50 vjetësh, tha, dhe i tha kalit, "Një!" Se e trembi kali, tha, "Një!" Kali doli nga ajo balta, eci. Eci, tha, për të më çuar në shtëpi, ngeli prap kali, tha, në një vend tjetër aty. "Dy!" i tha ky. "Me kam zhik aty." "Dy!" i tha, Kali. Mojti. Kali doli, tha, dhe që atje, po. Si bën Kali? D.
Ec, ta s'kishim arritur në shtëpi akoma, ngeci për të tretën herë Kali tha, prap në Ada. 3 i tha ky Kalit. Kali nuk po dilte dot nga balta, nga ashtu kishte ngelur. Jo, nuk nxori më kamxhikun, nxori armën, e mbushi aty. Ptau, i ra Kalit. Kali mbaroi atje në vend. E shikoi, e pash tha, unë tha këtë sken, tha kjo gruaja. Edhe i bërtita tha këtij burrit që se njëja mirë tha se sa më kishte marrë më kishte rrëmbyer, i thash, "Çfarë bën mor idiot?" i thash. Gomar i tha. Jo, i tha një mor idiot, çfarë bën? 1 i tha ky. Çfarë bën more Gomar? 2 i tha ky. Çater tha, aq mirë kemi kaluar me njëri tjetrin. Kemi 15 vjet tha. Që nuk arrimte treshi. Që tha, e kemi pasur kështu martesën tonë tha. Kjo ishte edhe Barsaleta e ditës së sotme. Por kohët kanë ndryshuar, sot s'ka nevojë për 1 2 3. Ta shtrëngon ta bën 8-2 gruaja, jo burri. Që tek njoshi. Që tek njoshi, orë që tek 0 ja. S'ka nevojë për DDD. S'ka Do bësh nevojë mirë për DDD pas. Ka nevojë për numërim. Mjafton ai shikimi. Ku ti bën dëngli aty? S'kan mbaruar Barsaleta tore, kemi edhe nesër atë qeshu i çik. Do ishte bukur për shkakun që të kishim një kështu, siç ka Mikaela të kallë hallin, të kishim një ha atje. Çketi, Po e mirë bëm ne ko. më për çajmin e të dyja. Ne po ha më i bëjeni. Po qeshëm Ti ne. vetëm thuaj preferenca Si si e e do do ti? të hënë e ke gati. Okej. Ke një preferencë? Ja, do t'ja. Kë mund të ishte. Ç'është pak frëngjisht të lutem. E qeshur mondane. Do dëgjojmë një këngë more, zotërini dhe zonjat. Tjetër që po, dëgjojmë një këngë dhe rikthehemi. Mirëmëngjes. Flasim për Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, u kthyem. 9:00 rikthehemi në studio dhe siç ju premtuam, tani do të flasim për librat. Kemi kënaqësinë e veçantë të kemi sot në studio Gjoina Sala, e cila është redaktore. Mirëmëngjes Gjoina. Mirëmëngjes. Dhe na e ka mbushur tavolinën faleminderit që- plot me libra, ato që ka lexuar, sugjerime për ne, por edhe një libër që e ka përkthyer vet. Faleminderit shumë që na u bashkove sot në Zgjohu po deshe. Është Nëse çik herët, nuk e di, është ti je njëri që zgjohesh herët përgjithsisht apo jo? Kryesisht po, duke qenë se edhe punën e nis herët, por Njerëzit që lexojnë nuk kanë Kjo kohë është për të kënaqësi. humbur. Ah, Kjo kjo është është herët. vërtet. Gjoina është përkthyese, është redaktore, por ka dhe një nga faqet për mendimin tim në Instagram më të bukura të kuruara estetikisht dhe jo vetëm, sepse Faleminderit. ka rubrika shumë interesante, kështu që ju ftoj që ta ndiqni. Joyless Reader, që nga emri shumë interesant Gjoina. duket edhe nga librat që kam sjell që nuk jam as pak një reader joy. Kështu prandaj edhe emri i Instagramit ka qenë Joyless Reader. Po, shumë gjetje është edhe kjo. E nisi me librin që ti ke përkthyer? Libraria e humbur, Po, ëh? libri që kam përkthyer është dhe i libri i parë në fakt, Libraria e humbur nga autorja irlandeze Evie Woods. Dhe më është dukur sikur këtë libër e kam shkruar bashkë me autoren, duke qenë se kam gjetur veten shumë të personazhet. Personazhet aty studiojnë letërsi, shesin libra, flasin për libra, Okej. për autor dhe Pas unë ka e kam qenë gjetur adapt shumë për ty veten. domethënë. Si në kontakt me këtë autore? E kishe lexuar më përpara? Jo, në fakt nuk isha lexuar asgjë nga kjo autore, ishte libri i saj i parë që vinte në shqip. Dhe më ka pëlqyer shumë gjetja që ajo ka bërë, metafora e librarisë së humbur, Okej. që në fakt nuk dua ta zbuloj sepse përveç kësaj dashamirësisë madhe që personazhet kanë për librat, ka gjithashtu një linjë romance, misteri që bën mirë mos t'i zbulojmë gjitha për ata që nuk e kanë Po, lexuar. është një libër voluminoz. Sa kohë të është dashur ty për ta përkthyer? Sa Duke merr një qenë përkthim? se me këtë libër unë jam marr pas punës sime që është redaksia, më ka marrë diku tek 3-4 muaj duke punuar rregullisht çdo ditë pas pune, gati 4-5 orë pas punës sime. 4-5 orë ka- çdo ditë. është goxha punë. Për ata që përkthimin e bëjnë duke u munduar të mos u mbasin ndjesitë që autori ka dashur të përçojë, sepse për fat keq kemi edhe përkthime shablon. Pra marrin fjalën, bëjnë direkt përkthimin pa dhënë atë mesazhin apo ndjesinë që do t'i jap autori. Para pak ditësh në fakt më ka shkruar një mikeshe imja që ishte duke lexuar një libër dhe më tha si mendon, tha, është sjell kjo fjalia në rregull në shqip, dhe ishte një fjali që thoshte kjo lepërushe ishte 3 këmbë lart. Dhe tha për dikë që nuk e di leksikun, sintaksën e Amerikës, nuk e ka të qartë fjalin, dhe në fakt është e vërtet, sepse fit ose fut që ata përdorin si një simace, në këtë rast duhet të konvertuar në shqip me centimetra apo me metra, siç është edhe miles me kilometra që ne kemi në Shqip. Pra, këto kalkimet që janë shqipërime në thonjza
fjalë për fjalë, vinë shumë të thata në raste të tilla dhe prandaj janë edhe pak shablon, pra nuk duhet vetëm të dinë gjuhën, po duhet të bëjnë edhe pak kërkime aty diku. Duhet ta kesh diku. studiuar edhe ta zotrosh shumë mirë edhe gjuhën shqipe në momentin që merr përsipër të përkthesh një libër që mund ta njohësh shumë mirë gjuhën e huaj, por nëse nuk njeh mirë gjuhën shqipe, leksikun, qoftë frazeologjin, sintaksën, gramatikën, atëherë edhe përkthimi nuk vjen. Dhe mesazhi nuk shkon tek lexuesi. Në rastin e këtij libri që ti ke përkthyer vet, Libraria Humbur, cili është mesazhi kryesor? Çfarë do të veçojë? Do ta saktësoja me një shprehje latine, in libris veritas, pra në libra besojmë, në librat, te librat janë gjithçka. Duke qenë se nis me libra, përfundon me libra dhe ata personazhet e gjejnë gjuhën e tyre vetëm nëpërmjet librave. Pra është një libër për libra dhe për lexuesit. Domethënë është një libër për të gjithë ata që dashurojnë letërsinë. E vërtet. Edhe letërsinë e mirë dhe cilësore, sigurisht duhet ta themi këtë gjë. Libraria Humbur nga Evie Woods. Me përkthimin e Gjoinës, por kalojmë në librat e tjerë. Kemi shumë libra këtu, Gjoina. Okej. Shumë i famshëm. E mora Hajde të po nisni me kaq momentalisht në Shqipëri mund të jetë libri më i shitur edhe George më i Orwell lexuar. 1984. Më i lexuari nuk e besoj, mund të jetë. Jo, nuk e besoj që është një libër tjetër më të lexuar. Ose ne vdesim për reality show, kështu që ndoshta romancat. Ata librat që janë më të shiturit, jo domosdoshmërisht janë ata librat që kanë një peshë të madhe në letërsi. Ky libër ndoshta mund të jetë libri më i përkthyer në gjuhën shqipe. Ky duhet të jetë diku përkthimi i 8. E kanë përkthyer shumë shpjeguese. Ky është botimi i ri? Po. I Living. Ka dalë pak para muajsh në panajirin e librit. Pse rikthehet? Rikthehet ndoshta sepse qëndron shumë aktual, edhe pse është shkruar në një kohë tjetër, edhe pse prapë është shkruar për një jetë e cila nuk ekzistonte në ato kohë, pra një libër distopik. Dhe gjithashtu është dhe fenomeni Big Brother që ne hasemi çdo vit, dhe prandaj them që ndoshta nuk e kuptojmë sepse ne ndoshta mund kemi shumë shikues të emisionit famshëm Big Brother, por jo të gjithë e dinë atë kuptimin. Që Zana Fillën e ka nga ky libër. Pikërisht. Vllai i Madh është një nga është një shoqëri e cila e survejohet gjithë kohës nga kamera, dhe vllai i Madh është pikërisht ai që ty nuk të lejon të bësh një jetë të lirë. Dhe nga ka marr Zana Fillën edhe programi i famshëm Big Brother. Joy, po tani qëndrojmë pak tek përkthimi i librave nga disa përkthyes, po themi. Pse është një trend gjithmonë në rritje, sepse un po shikoj edhe tek panajiri i kaluar kam parë vepra të cilat janë përkthyer nga disa përkthyes. Përse po ndodh kjo gjëja? Për çfarë ka një arsye? Si fillim, mendoj që shpirt votuese nisen nga përkthimet që kanë qenë më përpara. Disa ndoshta nuk i mendojnë dinjitoze, dhe sjellin një përkthim të ri, më të freskët, ndërsa me disa botime, duke qenë se jo të gjitha botimet janë përkthimet këqija, mund të flasim, disa përpiqen të sjellin një botim të ri që shtëpia e tyre votuese ta zotërojë. Pra siç ka ndodhur edhe me këtë libër. Unë i kam parë përkthimet e tjera në fakt, dhe për këtë libër nuk mund të them që ka një përkthim të mirë dhe një përkthim jo të mirë, ose ndoshta ky është më i mirë se tjetri. Ka disa variante pra. Po, mendoj që me këtë përkthyesit kanë pasur më shumë në kryeqendër atë si mund ta them kreativitetin e tyre. Duke qenë se aty përdoret një gjuhë që është krijuar nga Orwelli, që është gjuha newspeaking. Ata janë përpjekur secili në shqip ta sjell newspeaking, duke qenë se nuk është një fjalë që ekziston, ta sjellin në forma të ndryshme, po. Dhe mendoj që secili përkthyes ka bërë disa neologjizma shumë të bukura për newspeaking, dikush mund ta ketë sjell dy gjuhë, dikush e ka sjell refolme, pra secili ka pasur atë kreativitetin e vet. Ti pse na e solli si sugjerim se duhet lexuar 1984 nga George Orwell? Sepse është një libër aktual i cili nuk i humbet kur vlera dhe na mëson shumë për pushtetin, ato çfarë luhet pas kamerave, dhe në të njëjtën kohë, pavarësisht se ne sot jetojmë në një shoqëri demokratike, prap disa gjëra vazhdojnë ende të jenë sot e kësaj dite, edhe pse janë. Kalojmë të dy klasik, në fakt, Etër dhe Bi. Të mos kenë kaq shumë përkthime, se bëhet pak konfuze për lexuesin pasaj se këtë zgjedh. Etër dhe Bi, Turgenev dhe sigurisht Tolstoj, Lufta dhe Paqja. Që Joy me të drejtë e kam sjell në versionin anglisht, sepse tek ne ekzistojnë ato vëllimet e mëdha që janë të ndara në 4 vëllime. Në fakt që nuk e kemi në një vëllim të vetëm, edhe ne Luftën dhe Paqen. Shpresoj që një shpjegotuese në fakt ta sjell një botim të vetëm, sepse edhe për lexuesit është shumë komode ta ketë gjithë veprën të ndarë në një, sepse këto librat që kryesisht janë të ndarë me vëllime,
ndodh shpesh që kur lexuesi ka bler 2 vëllimet e para dhe kur i vjen radha për të bler të tretin, i treti nuk ka më botim. Ose s'ka lek ky lexuesi për shkakun. Edhe kjo ndodh, ose ndodh që nuk ka më i katërti, pastaj ka i pari gjithmonë ka çedime të tilla. Kurse kur është një vepër e plotë është edhe më estetike edhe po ja mund ta përkthejë ti. Mund ta marrësh ti këtë nismë. Ne. Po. Se jo. Përse duhen lexuar klasikët? Janë të pavdekshëm gjithmonë. Flasim për Tolstoin, flasim për Turgenev, flasim edhe për Martin Eden, Jack London, që do flasim pak më vonë, po veçanërisht dy kolos të letërsisë. Në fakt i kam shumë për zemër dhe nuk para jam shumë i thtarë atyre fjalive që janë disa libra që duhet i lexojnë të gjithë të paktën një herë në jetë, por me këta libra unë bëj përjashtim, me Etër dhe Bi dhe me Lufta dhe Paqja. Duke qenë se janë shkruar para 2-3 shekuj më parë, sërish vazhdojnë të jenë aktual në ditët e sotme, trajtojnë disa marrëdhënie ose trajtojnë disa situata që vazhdojnë gjithmonë të jenë komplekse nga shekulli në shekull, siç është Lufta dhe Paqja në librin e Tolstoit, dhe gjithashtu marrëdhënia më e bukur dhe gjithashtu më komplekse midis baballarëve dhe fëmijëve të tyre. No, nuk duam ta dëgjojmë këtë fjalën luftë. Sidomos se po na bëhet refren këto ditë. Në fakt, unë kur e kam lexuar atë libër, Lufta dhe Paqja, ka qenë para disa vitesh. Atëherë e kam lexuar aso kohë me detyrim, mund thuash, sepse e kam pasur në vitet e mia universitare. Por i jam rikthyer edhe më vonë, pikërisht për faktin që kur lexon një libër të tillë, njeriu bëhet më empatik, sidomos në situata të tilla, siç kanë përjetuar personazhet e 4 familjeve të Lufta dhe Paqja, por të vendos me shpatulla për muri për disa situata që njeriu nuk është kurrë i përgatitur, siç është lufta, dhe se sa sot as për Paqja nuk jemi të përgatitur. Jetojmë edhe ajo vështirë, ka një krizë në mënyrën e të menduarit dhe të besoj shumë për empatinë që njerëzit duhet të tregojnë ndaj njëri tjetrit. Është mesazhi më i madh. Martin Eden, Jack London, në fakt për mendimin tim një nga librat që duhet ta lexojë çdo adoleshent i sotëm, patjetër, është një vepër e jashtëzakonshme. E kam lexuar para shumë vitesh në fakt, edhe disi e kam të mjegull, pa ama historinë e atij djalit që përpiqet të bëhej shkrimtar, nuk e harroj dot aq shkollaj. Përse duhet lexuar vazhdimisht Martin Eden? Gjojina. Martin Eden është për gjithë ata njerëzit të cilët jeta nuk i ka përkëdhelur, pra kanë kaluar një jetë të vështirë, të varfër, ndonjëherë në formë edhe autodidakte, duke i mësuar vetes çdo gjë që shoqëria apo klasa shoqërore nuk ja lejon, dhe për ata njerëz që ngjisin vetë malin e jetës së tyre. Unë këtë libër e kam lexuar para pak muajsh dhe gjatë gjithë kohës ndihesha shumë keq se si nuk më kishte rënë në rasti ta lexoja më përpara. Dhe fajsoja veten se unë zakonisht edhe për ata libra që nuk i kam lexuar, gjithmonë e kam një informacion shumë të shkurtër, paktën edhe në atë kopertinën e pasme çfarë thuhet për librat, kurse për këtë nuk isha bërë kurrë kurreshtare, qoftë edhe ti lexoja kopertinën e pasme, dhe më vinte shumë keq. Ndoshta se këta libra që kanë titullin emrin e personazhit nuk para janë shumë grishës për lexuesin. Bingo! E di pse reaguan Gjojna, sepse çdo të martë ne këtu në Zgjo po deshe kemi një rubrikë që ja kushtojmë fjalës shqipe. Domethënë shqipes, si çdo ta flas. Ne dim çfarë do të thotë grishje. Dhe një nga këto fjalë që pedagog Franz Shabej ja u mëson vajzave studente këtu është grishës, fjala grishi, domethënë që të fton edhe të tërheq për ta lexuar, dhe prandaj vajzat reaguan se përveç meje je ti e dyta që po e përdor këtë fjalë. Janë fjalë që i gjen vetëm në për libra. Pikërisht. E folur. Dhe këto fjalë vijnë kur lexon shumë libra dhe pasuron fjalorin. Po, është e vërtet. Okej, Martin. Po sa mirë që jemi njerëzve që të kuptojnë. Okej, Martin. Dy fjalë për këtë libër për ta mbyllur dhe kalojmë te sugjerimet e tjera. Besoj siç e tha dhe Franci që duhet ta lexojë çdo adoleshent për të përballur pak me ato sfidat që të vendos jeta, sidomos jeta kur ti përpiqesh të arrish diçka që shoqëria nuk ta lejon. Dhe gjithashtu edhe për njerëzit që luftojnë ndonjëherë gjatë gjithë jetës për të arritur një qëllim të caktuar, për të arritur një lumturi, por fundja nuk besojmë se ka lumturi të përhershme, ka vetëm pika të vogla lumturie, sepse edhe në momentin kur këto gjëra ndodhin, siç i ndodhin dhe Martin Edenit, pra kur i arrin ato qëllime që ka luftuar gjatë gjithë kohës për t'i arritur, nuk i do më. Currila lumturie. Okej, tani do kalojmë tek. Mund të flasim për këta dy libra? I lëm për në fund autorin shqiptar, jo për nga rëndësia që do japim hapësirë.
Por tani qëndrojmë tek Muzeu i Pafajësisë, meqense është bërë trend edhe kështu nëpër Më vjen shumë keq që është bërë trend këto kohët e fundit, e kam Për fat merituar keq, në vëmendjen fakt. edhe më përpara. Shumë më përpara, ka qenë libri që mua më lidhi pas gjithçmërisht me letërsinë Orhan Pamukut. Ka qenë i pari që kam lexuar nga letërsia e tij, Muzeu i Pafajësisë, një kryevepër e Orhan Pamuk, por dhe letërsisë botërore. E vërtet. Shikoni anën pozitive. Tashmë është bërë trend, do ketë më shumë lexues. Mendoj Mund që të mos tani ishte bërë ndoshta trend dhe do vazhdonte në Është hesh. bërë trend nga seriali. Po, nga do, seriali, është patjetër. shumë Netflix. shikues të serialit se sa lexues. Besoj Po, do shumë bëhen nga kurioz ndjesi, që të besoj. bëjnë Ti ke krahasje. parë serialin? E kam nisur këtë ditë, nuk e kam përfunduar. Po të tërheq është grishës mjaftueshëm? Besoj se në ato Episodet. episodet e para është interesant, por prap idhëtarët e librit mezi presin që ta mbyllin atë dhe të thonë libri është më i bukur. Po, unë Dhe se jo shikoj pa të në drejtë, fakt, në unë fakt, s'kam dhe jo për pa ta të parë, drejtë. me të drejtën. Është ky raport i gjithmonë i librit me kineman. Kinemaja mund të jetë fantastike me të gjitha elementet e vet, por nuk e zvendëson dot për mendimin tim asnjëherë kënaqësinë E e vërtet. shumë fisht dhe multidimensionale E kemi- që të jep libri. Si duhet Shumë lexuar kategorik libri këtë Muzeu djalë. i Pafajësisë, Çoj? Mendoj që përpos ngjarjes, që është gjetje shumë interesante nga Orhan Pamuku, për të njohur me stilin e tij. Si Orhan Pamuku dhe Donat Arti, unë i kam sill pikërisht për stilin e tyre të veçantë. Ngjarja në vetvete domethënë konsiderohet si romans, ajo midis Kemalit edhe Fusunit, por nëse e studiojmë më holl, mund të arrijmë në përfundimin që ndonjëherë është edhe obsesive. Dashuria, Është po. dashuria midis atyre të dyve, ose më saktë midis Kemalit E edhe Kemalit për Fusunit. Fysynit në fakt. Do të thënë një dashuri e tillë nëse e dëgjojmë në përditshmëri, sigurisht që na duhet një fiksim, sepse si ka mundësi që dikush ta dashurojë dikë kaq shumë, dhe pse nuk merr gjithmonë atë 100% që nga pala tjetër, Ka mundsi ka. dhe të mbledh Ka mundësi dhe të ta mbledh duash. çdo gjë që prek dora e dikujt tjetër. Pra duket shumë ndërimtare kur e dëgjon. 4129 bishtra Bishtra cigaresh që cigaresh. ka mbledhur ai që kishte pirë ajo vajza sepse e donte gjithmonë pranë vetes. Dhe në Çdo fakt kripore, çdo mjet që ajo ka prekur në shtëpinë e saj, ai e vidhte dhe krijonte një muze të vogël që që në pastaj fakt u bë ekziston sot që në ekziston. Stamboll edhe duhet të kesh lexuar librin dhe ta kesh me vete bilete në fund. kur Dhe hyn nga atje. Turqia vim prap në Adven, në Shqipëri. Kemi dy botime, Dy dy autor të autorë rinj. shqiptar, Antonio Çikollari me librin 5 vdekje dhe Liza Brozi me Vdekja e kukullës. Të dyja kanë një të përbashkët, fjalën vdekje, Vdekje. por në rastin e 5 vdekjeve besoj që nuk Kemi- ka të bëjë e kemi drejt për pasur drejt me sugjerime nga fatalitetin. Aida, në fakt. Ka të bëjë dhe me fatalitetin, sepse përmenden gjatë gjithë kohës disa vdekje, qoftë shpirtërore, qoftë fizike, që të dy librat në fakt janë me tregime, si libri i Lizës edhe i Antonios, dhe elementi i përbashkët është pikërisht gotizmi, vdekja, këto anët e errta që trajton shpesh letërsia. Të dy autorët janë fitues të fondit të ri të krijimtarisë nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Unë i kam miq të mirë që të dy në fakt dhe më kanë bërë për vete me tregimet e tyre. I kam lexuar tregimet e Antonios, i kam lexuar para se të botoheshin dhe për dikë që e nis rrugën e tij në letërsi me tregime të tilla, që nëse i lexon duke mos e ditur që autori është shqiptar, të japi një frymë evropiane. Pra nuk e beson deri diku që janë të shkruar nga A autor shqiptar. parajgjikohen autorët shqiptar, Joy? Në mos parajgjikohen lihen shumë në heshtje. Lexuesit edhe nëse mund të marrin për të lexuar një autor shqiptar, gjithmonë e shohin me atë syrin skeptik që ky është dikush që mund ta pi kafe në të njëjtin vend me mua. Dhe këtu sigurisht hyn edhe ajo linja e parajgjikimit. Përse zgjedhin autorët shqiptar të rinj, flasin për Lizën dhe për Antonion, përgjithsisht bëjnë këtë lloj kanalizimi të letërsisë tyre në këtë anën e errët, gotike të saj, mos ndoshta edhe pasqyrimi me realitetin është fryma ku është jetojmë. shumë i afërt, shumë i prekshëm. Besoj se ndikon edhe kjo gjë, plus disa nga gjërat që trajtohen shpesh në letërsi janë vdekja, dashuria dhe jeta. Po qartë. Pra, Temat tre universale. mundoshe të kudo që të vërtitemi tek një nga këto do përqendrohemi, kështu që besoj edhe ata kanë gjetur të linjën më të errët të këtij trekëndçi që unë përmenda, kanë gjetur vdekjen. Dhe personazhet e tyre rrallë gjejnë shpëtim. Pra nuk mund të themi që kanë të gjithë një fund të trisht sepse as fillimi nuk e kanë të mbar. Kështu që janë në një kalvar emocional shumë të bukur. Për
këtë lloj letërsie, pra jo të bukur. Për më tepër që edhe drama tërheq më shumë, edhe ndoshta mund të shtojë edhe kuriozitetin e Por lexuesve. në fakt kanë guxuar shumë duke hyrë në krijimtari me tregime, sepse edhe tregimi është një zhanër që nuk para preferohet nga lexuesit. Është i vështirë Është për i mua. vështirë dhe për të krijuar dhe gjithashtu është i vështirë edhe për të kapur nga turma dhe nga lexuesit. Lexuesit kryesisht preferojnë romane dhe poezinë e lënë shpesh në hije. Por tregimi mund të them që është një nga ato më të vështirët që është dhe më pak i vlerësuar. Gjejna të falenderojmë shumë. Shumë faleminderit për të gjitha sugjerimet. Dhe na e mbush studion me Titu që ja vlen edhe duhen lexuar patjetër. Ditë mbar sot. Do kishin çik pesh për të ngritur. Dhe një gjithmonë mësuar besoj. Është shumë bukur të duket tavolina kështu. Gjojina Sala, redaktore dhe përkthyese, ndau këtë rubrikë me ne, si çdo të njëjtë, ne shkëputim me muzikë dhe rikthehemi për ta mbyllur. Avash. Kemi dhe pak, kemi dhe pak. Se si iku kështu. Mirëmëngjes. Kënga që na duhej për ta vazhduar ditën ashtu siç duhet, në fakt me ritëm, me energji, me pozitivitet. Super energji. Dhe ne dal nga dal po afrohemi drejt fundit të emisionit, por siç do të enjte tani ne sigurisht që do kemi një lidhje shumë që mezi e presim të gjithë me Editën në Kosovë, por jemi në Mars dhe janë këto ditët kur fillon një nga ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë, në Prekaz në fakt, epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë kam pasur fatin që ta vizitoj para disa vitesh, kam qenë në Prekaz dhe është një atmosferë në fakt kur ti s'ka nevojë që ta shpallësh nacionalizmin, patriotizmin tënd me të madhe, sepse kur je atje dhe shikon shtëpinë e jasharëve, shikon varrezat ku janë të gjithë familjarët, ku prehen mbi 50 antar të familjes. 50 antar të familjes Jashari, në fakt s'ke nevojë pra ta stisësh atë gjën e të qenit shqiptar, sepse ku më mirë se sa atje mund ta ndjesh këtë lloj ndjesie që ti i përket këtij trualli dhe kështu me radhë. Është një nga vendet përkujtimore që vizitohet më së shumti në Kosovë, sidomos në këtë periudhë, pranë datat 5, 6 dhe 7 mars. Por nuk duhet vizituar vetëm në këto data. Po, kjo është e vërtet, por janë datat kur në fakt janë kryer edhe ato luftimet viteve kur ka ndodhur lufta në 98 në Kosovë. Një nga gjërat më të bukura që un kam parë kur e kam vizituar këtë vend, pra shtëpitë e familjes Jashari atje, ka qenë një djalë i vogël me një flamur hedhur krave me flamurin shqiptar, hipur atje tek balkoni, i cili recitonte një poezi shqiptare shumë të bukur. Dhe jati vetë që e merrte e filmonte nga poshtë dhe u kthyen të gjithë vizitorët vetëm për ta ndjekur këtë moment kaq të bukur të një fëmie. Mirë, duke sikur janë të pakta këto momentet ku ne kujtohemi se çfarë historie kemi patur edhe sa kemi luftuar e sakrifikuar për të arritur këtu ku jemi sot. Megjithatë, për të diskutimit që ne sapo bëm në studio, tani lidhemi me Prishtinën, me programin ton radiofonik të preferuar atje, Radio Dukagjini dhe programi Radar. Dona, mirëmëngjesi. Na dëgjon? Kosova është aty. Mirëmëngjes. Por kam emrin Kosova. Me kështu me muzikë. E nisëm shumë bukur e ditë. Nuk. Tani kemi edhe një tjetër mirëmëngjesi, mirëmëngjes edhe mirë se ju gjeta gjithëve në kënd botës ku jeni me Radar dhe Radio Dukagjinin. Hajde vazhdoja me këngë. A na dëgjon më Edit? S'na dëgjon. Ditët e epopesë lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës janë këto ditë, ndaj sot ne veç këndojmë. Në çast patriotike tha. A na dëgjon Edit apo nuk na dëgjon? Na dgjone Edita apo nuk na dëgjon? Nuk po na dëgjon Edita. Shiko. Po sa mirë unë isha në Korçë vitin e kaluar. Pas ka qenë në Korçë. Në Korçë, Barri që ishim aty e këndonin Mora fjalë. Ti shohim në Adën Mikaelen e Fransin. Edit, mirëmëngjes Edita. O, është radha jon për të kënduar më Francë, dëgjon apo jo? Mora fjalë, mora vargun, mora qarkun, me thurkang bash legjendari. Mirëmëngjes Edita, mirëmëngjesi. Sa do ju bëja një video. Mirëmëngjes Joloshka, mirëmëngjes, si jeni? Mirë. Në fakt, jo vetëm në Korçë, por në të gjitha qytetet e Shqipërisë nuk është se kemi nevojë për ndonjë arsye për të kënduar Mora fjalë, sepse tashmë dashur pa dashur është kthyer edhe në një himn të dytë që e këndojnë shqiptarët. Tamam himn. Kudo që janë. Por
këto ditë në fakt është një ngjarje shumë e bukur, shumë e rëndësishme, epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shumë njerëz që zgjedhin të vizitojnë Prekazin, mbushet ajo zona me patriot dhe jo vetëm këto ditë, apo jo Edit? Mbushet edhe prej fëmijëve të vegjël prind që i çojnë me pa historinë, edhe prej njerëzve që vijnë nga shtetet të tjera, Prekazi mbushet me vizitor, me qytetar brenda jashtë Kosovës, figura politike shkojnë nderojnë. Kështu kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz është ndër vendet më të vizituar në Kosovë, që unë juftoj për këto ditë edhe ata që janë në Shqipëri dhe nuk dinë çka kanë me bë këtë vikend. Një arsye me vizitu Kosovën është Prekazi kësaj ere. Një arsye shumë e fortë. Po a vinë shqiptar? Jo vetëm kur kemi fest, jo vetëm kur ka evente të tilla apo ceremoni përkujtimore. Në ceremoni e di që vinë shumë, e më vonë do të kem një bisedë me Ciceronin e kësaj zone ku edhe mu më intereson me kuptu gjatë vitit kalum, a ka pas jashtë datave për vjetoreve, nuk e di këtë, do ta kuptoj më vonë. Po pra se zakonisht... Jeni mirë ju si është Shqipëria me diell. Me disa pika shiu. Na e prishi pak Terezin, po në fundjavë do hapet koha. Megjithatë, Edit ti ke shumë të drejtë kur thua që vendet të tilla duhen vizituar jo vetëm kur kanë atë datën e caktuar, sepse edhe ne këtu në Shqipëri, në qytetet historike, po themi Kruja, Vlora dhe kështu me radhë, duhen vizituar për të njohur më mirë historinë tonë dhe jo vetëm kur vinë të huaj dhe ju tregojmë historinë tonë që në fakt se njohim mirë as vetë. Edhe nis që kur je fëmijë, siç po thua ti, që prindrit i marrin fëmijët edhe i çojnë për të njohur historinë që kur janë të vegjël, për ta ditur se nga e kanë rrënjën e tyre, si thua. Definitivisht është shumë në dorë të prindve se sa i ushqejnë fëmijët me historinë tonë për ditë, e pastaj ata vetë kërkojnë më shku dhe me i vizitu këto. Jo vetëm prindrit, edhe institucionet që mund të organizojnë edhe ekskursione, dhe të vinë të gjitha klasat se programi i tyre organizime. Okej. E ditë, në fakt, unë kam qënë, po thoja në hyrje tani të kësaj lidhjes tonë, po thoja që unë kam qënë në Prekaz para disa vitesh dhe ndonjëherë kur shkon atje nuk e fare nevojë për dikë që të rrëfej, sigurisht ajo është shumë e mirë, por kur ti e shikon me sytë e tu atë çfarë ka ndodhur atje, shikon ato shenjat që kanë lënë plumbat dhe shtëpinë që ka mbetur ashtu në atë masakrën që ka ndodhur atje, ti më shumë se sa të ta tregoj dikush e ndjen historinë edhe peshën që ajo mbart pa ta rrëfyer ti kush në një kuptim. Nuk duket si 26 vjet që kanë shku Franc, duken si më shku 26 ditë. Ne ende kemi shumë të freskët luftën. Kjo historia e kësaj familje që bëri kaq shumë rezistencë, pamjet e saja jo vetëm në përvjetore shfaqen, janë edhe pamjet e videoklipeve të këngëve, janë kudo. Dhe sigurisht i kur shkon me pa shumë lehtë e kupton çka ka ndodhur në atë kohë, në atë lagje. Jashorave, se gjithë lagja është familja. E dita, ndodhe një gjë edhe me rinin sot në Kosovë, po ndoshta edhe në Shqipëri, nga çfarë ke parë, ke përjetuar, ke dëgjuar, ke njohur, a e duan vërtet edhe mbrojnë fort ata historinë e kombit tonë? E thash një ditë edhe në emision, kam në staf 2 misha që janë kolegë, 2 mesh nuk e din që është lufta dhe e mbrojnë ma shumë se ne që e kemi përjetu ka raste, janë shumë fanatik. Kjo e komplet varet prej rritës, historisë sa përsëritet shpesh, sa flitet për të. Dhe ne si popull ende e përsërisim, edhe në përvjetore e flasim, por edhe në ditë zakonshme në për familje. Kështu që besoj do ta përcjellim edhe në gjeneratat që nuk e përjetuan. Do ta pasojmë edhe në brezat, por rëndësinë e historisë tonë. Mbahet gjallë duke i njohur sa më shumë njerëzit me të dhe duke edukuar brezat e së ardhmes, jo vetëm me fjalime në ceremoni. Po mirë, pra e ditë ne nuk po të ftojmë në Shqipëri këtë fundjavë, se ngjarja është shumë e rëndësishme, do duhet të vim ne aty. Edhe nuk duhet ta humbasim absolutisht. Po lëshoj vend se unë sot nisem për Shqipëri. Jo, mirë se të vish. Jashtë plani totalisht. Nesër radar nuk ka, kështu që sot bëhet çat bëhet se deri tanën s'jam më. O lumë si ti. E ku po vjen në Shqipëri? Unë do ndalim te xhiri i Lalsit për ditëlindjen e nanës. Nana ka ditëlindjen, kështu që po shkojmë me festu në Shqipëri. Shumë mirë. Mirë se të vini dhe t'ja kaloni bukur e ditë. Po patjetër, pse jo? Kohën e ke shumë të mirë nesër. Qyra fjala. Do të urojmë edhe për nënën. Faleminderit shumë për sot. Shumë faleminderit. Faleminderit e ditë. Edhe mirat për Shqipëri, ditë mbar sot, ditë mbar. Mirupafshim. Ditë mbar, mirupafshim.
Sa Okej, bukur. shumë bukur kur e mbyllim Shumë me pozitive, këtë po, lloj që janë e dita. me këtë lloj energjie, me Prishtinën, por edhe me Prekazin që është kryefjalë e këtyre ditëve në E Kosovë. mbyllim edhe me fituesin e quizit për ditën e sotme, si thoni. Kemi një E fitues? kemi përgjigjen, cili qytet ka më shumë biçikleta se makina? Alternativat ishin Berlin, Amsterdam, Paris dhe Kopenhagen dhe përgjigja e saktë është Amsterdami. Nëse nuk di të ngasësh një biçiklet, e sigurt që je turist. Sepse është rregulli kryesor, ndoshta edhe ligj për të jetuar atje. Jo vetëm të japësh biçikletës, po edhe ta kesh një të tillë. Fitues është Toni me numrin që mbaron me 112. Urime, ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot ta gëzosh. Dhe kështu Urime Toni. ne mbërritëm në fund të emisionit të ditës së sotme të datës 5 mars. Do dëgjohemi nesër në orën 7 deri në orën 9:30 në Radio Travel. Kemi fundjavën para, nesër është e premte. Festojmë së premtja e bashku. qejfit. Që në 7 mëngjesit me kemi Zjo gjëra Podesha. shumë të bukura. Miru pafshim, ditë të mbarë, paçi.